Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitics. Në mbrëmjen e sotme do të mbetemi në fakt tek aktualiteti edhe pse tashmë po I afrohemi fundit të vitit dhe aktivitetet politike sa vijnë paksohen, kjo edhe për shkak të mbylljes së parlamentit, ndërsa duket se edhe Partia Demokratike mund të themi e ka mbyllur dia aktivitetin politik me protestën e saj. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka një heshtje në përgjithësi dhe gjithë vëmendja, gjithë sytë e dy partive kryesore janë drejtuar tek SPAK-ut. Se çfarë vendimesh mund të marrë SPAK-u deri në fund vitit apo dhe në fillim të vitit tjetër që mund të ndikojnë tek politika, kjo mbetet për të parë dhe mund ta bëjmë edhe një analizë në mbrëmjen e sotme. Por ajo çfarë ka ndodhur sot është se Partia Socialiste ka falur Sali Berishën dhe pikërisht Gazmend Bardhin për sa I përket dënimeve për shkak të problemeve dhe dhunës shfaqur gjatë seancës së kaluar plenare. Edhe pse për ta socialistët kishin kërkuar 10 ditë përjashtim, sot Partia Socialiste është treguar e mëshirshme, sidomos me Berishën dhe Gazmend Bardhin, duke dënuar vetëm 6 deputet. Gjithsesi, ajo çfarë ka ndodhur dje, dështimi I protestës Berishës dhe sot falja e Partisë Socialiste, besoj se është nevojshme për një analizë dhe për të parë nëse ka realisht një klim të re që mund ta shohim gjatë vitit 2026 mes dy partive të mëdha. Gjithsesi, ajo që është më e rëndësishme është SPAK-u që vazhdon të jetë institucioni më I pëlqyer dhe me reputacion më të lartë në vend dhe gjithë sytë janë tek SPAK-u. A do të ketë të tjera goditje në mazhorancë, a do të ketë goditje të tjera në opozitë apo në Partinë Demokratike, të gjitha këto mbeten për të parë në vitin 2026. Një nga temat e tjera që do të diskutojmë sot ka të bëjë dhe me paqen fiskale, ku Rama sot ka qenë mjaft I ashpër me ndërtuesit duke u thënë haptasi dhe qartasi se nuk do të ketë paqe fiskale për ta. Po pse do ta zbulojmë gjatë emisionit. Pa humbur kohë, nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Arben Meçaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe Meçaj. Rezart Ksupi, mirëmbrëma, mirë se erdhe Ksupi. Gjithashtu kam të ftuar Faik Bash, mirëmbrëma, mirë se erdhe Zoti Basha dhe mikun dhe analistin Endri Tafani, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Endri, ndërkohë, do ta nisim pikërisht me temën e parë që I referohet kësaj falje që socialistët I kanë bërë Berishës dhe Bardhit. Është një falje që vjen për shkak se jemi afër krishtlindjeve apo ka diçka nën rrogoz politike që 2026 do të na I tregoj. Kronika dhe rikthehemi. Sali Berisha dhe Gazmend Bardhi nuk do të mbajnë përgjegjësi për kaosin e shkaktuar në kuvend gjatë mbledhjes së fundit, edhe pse socialistët kërkuan që ata të përjashtohen me 60 ditë si përgjegjës për organizimin e rrëmujës, Sekretariati I Etikës ku PS-ja komandon bëri një hapas. Mbledhja filloi pa praninë e medias, por Sali Berisha u kujdes që nga Facebooku I tij të dukej gjithçka fal një telefoni që u përdor nga deputetët. Me pankarta në duar, kundër shenjestrave të fundit të SPAK-ut, opozitarët kundërshtuan përjashtimin e tyre. Si mundet që propinët dhe ky Sagasi përfaqësuesit e krimit po përjashtojnë opozitën. Ulsimania ju tregoi videot e nxjerrë në media, ku dukeshin veprime të dhunshme dhe ndezje flakadanëve në seancën e kaluar. Por socialistët e kuptuan se mbledhja e tyre po spionohej nga telefonat e deputetëve demokrat në media, e ndërpren mbledhjen, çka shkaktoi debate mes palëve në korridoret e kuvendit. Në përfundim, Ulsimania njoftoi masat e marra. Të përjashtohen me 30 ditë pune kur të filloj seanca sesioni parlamentar. Si e përcaktuat kush do të përjashtohet dhe kush jo? Belind Këlliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka dhe Elda Hoti, që kanë kryer veprime të dhunshme në seancën e datës 18. Sali Berisha, Gazmend Bardhi dhe 21 deputet të tjerë morën vetëm një mbretje nga Sekretariati I Etikës, edhe pse fillimisht PS-ja kishte kërkuar përjashtime 60, 30 dhe 10 ditore sipas roleve. 6 të përjashtuarit nuk do të frekuentojnë dot komisionet parlamentare dhe seancat plenare për 30 ditë pune, duke filluar nga 19 janari kur kuvendi hap sesionin e ri. Opozitarët deklaruan se nuk I njohin të ndëshkime që sipas tyre janë urdhëruar nga Ergy Sagasi. Përjashtohet nga seanca e ditës së sotme.
Kthupi, ta nisi me ju, pse në këndvështrimin tuaj socialistët e falen sot Berishën? Dhe ka lidhje me këtë klim politike që ne kemi? Besoj që nuk ka ndonjë vlerë. Të nga ana... Jo, është një mesazh, besoj. Po fare, absolutisht, asnjë mesazh. Ç'është mesazh? Po e falim Berishën se u soll mirë djem protest. Mendoj që aty, mund të jetë dhe kjo. Në racionalitetin e vendimeve që duhet marrë Komisioni i Etikës, normalisht duhet dënohen, ose mund të merret masa administrative dhe atyre që janë ekzekutuesit material të protestës. Në çdo deputet çohet dhe proteston verbalisht në sallën e kuvendit, do duhet pastaj që të kishim ca masa shtrënguese shumë të mëdha. Ndaj atyre që janë ekzekutor material, atyre që kryen vërtet aktin fizikisht, është normale që ti të marrësh një masë disiplinore. Po jo ndoshta deputeti që bërtet në sallë, se në të kundër pastaj do ta humbte logjikën e jetës parlamentare. Dhe jeta parlamentare, të paktën në parlamentin tonë dhe një mori parlamentesh edhe të vendeve rreth nesh, si ngjashme me ne, e pranon këtë debatin me zëra të larta, me sharje, me bërtitje. Nuk është se ne kemi një kulturë parlamentare në versionin anglez që ti çohesh dhe flet edhe atje kanë ndodhur. Ata maksimumi ironin kanë, nuk e kanë. Po atje kanë ndodhur që ka kërcitur në libër kokës nga distanca. Kështu që nuk shikoja ndonjë arsye. Nuk shef në një zbutje të klimës të socialistëve dje? Nga dje dhe sot? Raport me zbutje klime, ndoshta mund të ishte më shumë nevojë për të mos ta rënduar një situatë që nuk do të kishte një produktivitet. Se rëndimi i situatës me dënimin edhe të Berishës apo të Gazbardit nuk do të sillte në një ndryshim të madh në parlament. Përveç se një radikalizim edhe më të skajshëm të opozitës. Ndërkohë që, me aq sa ka bërë i mjafton për ta lënë opozitën atë situatën, ç'do të bëjmë tani, do të reagojmë këtyre masave kundër këtyre masave që ne nuk i njohim apo nuk do të reagojmë. Okej. Po doja i pranoj me qetësi sot masat. Po doja tha që nuk i njohim kronikës. Ne nuk i njohim masat, po qetësia pas masave ishte olimpike. Po tash i tha, madje po e shikoja zotin Bardhi, ishte aq i qetë gjatë seancës, ta thash ore ky ka qenë pjesë e grupit, pra ai ishte më shumë i shqetësuar kur ishte dënuar vetë. Ose kur priti dënoi vetë, se sa që dënoheshin deputetët e grupit tij nuk e kishte këtë lloj shqetësimi. Po e rëndësishme për zotin Bardhi që të jetë vetë në parlament. Faktor në parlament dhe të flasi, pastaj nëse ka 6 deputet më pak apo 6 deputet më shumë. Atëherë le ta quajmë falje për Krishtlindje, këtë që. Për Krishtlindje le të themi do ishte më e goditur. Jo falje në kuptimin e faljes, po le të themi një farë kështu më vullnet mirë, një gest vullnet mirë. Po pse do ta tregonte PS-ja këtë vullnet mirë? Nuk i prodhonte gjë. Në konceptin politik, ti kryen një veprim për të marrë një pasojë, ose për të fituar një avantazh. Dënimi dhe i Berishës dhe i Bardhit nuk prodhon asnjë lloj pasoje pozitive për parlamentin dhe për vetë Partinë Socialiste. Shumë këtë pikë, kush do ishte arsye pse do ta dënonin? Thjesht për të pasur situatë më të radikalizuar në 19 janar kur bie parlamenti. Besoj që është, më thënë, dhe kështu siç është në gjendjen që është, situata është mjaft e nder për ta çuar dhe një shkallë më përpara. Meçaj? Të marrë me seriozitet, bile nuk marrë me seriozitet dhe mbledhjen e komisionit. Pse? Ai është në aksion politik. Në aksion politik do t'i bëj këto veprime. Jo, duhet mi lidhësh pak edhe protestën e djeshme edhe faljen e sotme të PS-s. Kanë lidhje? Në qoftë se do të kishin lidhje, do isha më shërona Zot, më shëroi dhe këta dhe do t'i kishin falë të gjithë, sepse dështimi i tyre nuk është dënimi sot. Ishte protestë. Dhe sot ishin në eufori PS-istët. Sot ishin të lumtur PS-istët. Socialistët. Pse? Po, do të thënë dështimi i djeshëm i protestës ishte çkyqja e një situate të tmerrsisht tensionuar në kampin socialist. Sepse situata Regjia më vendos pak në plazhin disa pamje të protestës, po. Ndryrjes edhe të SPAK-ut në proces politik ishte absolutisht e tensionuar dhe kishte një pritshmëri që i çlirojnë atë protestë socialistët. Po. Kështu që kur unë shoh konsekuencat që ka përjashtimi nga parlamenti, çfarë konsekuenca ka? Asnjë lloj konsekuencë s'ka. Jo, pa dyshim që është i rëndësishëm sepse podiumi në parlament është sigurisht që Berisha flet dhe jashtë parlamentit, po kryetari i partisë dhe kryetari i grupit mos jenë në parlament është mungesë e madhe apo jo, Kthupi? Kush do menaxhonte grupin? Ndëshkimi është tjetër gjë, sepse çdo lloj masë represive që merr PS-ja ndaj grupit parlamentar shoqërohet me shtimin e aktivitetit jashtë parlamentit në kuptimin e podiumit. Po. Tashmë Berisha e prodhon podiumin edhe duke ecur në rrugë. Dhe duke i dhënë motive prodhon edhe duke vajtur te shtëpia vet. Nuk është kjo çështje më tani më.
Ju keni parë që Berisha prodhon podium në orën 8:30, prodhon podium në orën 12, prodhon podium në orën 4, nuk i mungon parlamenti. Patjetër. Kështu që nuk ishte ndonjë fatkeqësi edhe po tikte nga parlamenti. Por kjo goditja, them përse të bëhet më tani. Se nuk po prodhojnë gjë, ja i hoqe këta 6 veta. Agresivizon pjesën tjetër që aksionin politik ta bën 6 të tjerë. Ja do t'i heqësh. Po e ka provuar PS-ja, më vjet këtë punë ka bërë apo jo? Çështja është aksioni, domethënë, çështja është aksioni politik i opozitës, do vazhdohet kjo skem parlament, nuk është tek ndëshkimi i opozitës në këtë rast. Vjen turni i parë, turni i dytë, turni i tretë, se kështu është bërë, me turne është bërë. Dhe nuk prodhonin gjë. Po, këtubi? Ka një diferencë ndërmjet asaj që ndodhi një vit e gjysmë përpara. Po. Një vit e gjysmë përpara, PS-ja kishte nevojë për një marrëveshje me PD-n. Dhe ai radikalizimi çoi për shkak të presionit ndërkombëtarëve çoi në uljen e palëve në Tryezë. Dhe detyrimin e palëve po sot nuk ka nevojë për marrëveshje? Po Rama ka nevojë për marrëveshje me PD-n? Asnjë. Ramës nuk i duhet asnjë nga marrëveshjet me PD-n. Përkundrazi. Çdo marrëveshje me PD-n do ta normalizonte situatën, do t'i hiqte armikun e jashtëm. Ndërkohë që Ramos vazhdoni duhet një armik i jashtëm. Tani duhet Spaku, po i duhet dhe një armik tjetër politik. Që është? Se Rama nuk mund t'i drejtojë topat nga Spaku, duhet t'i drejtojë topat nga armiku politik që është PD, që është Berisha. Dhe në këtë pikë, në çdo situatë kaotike në parlament, do t'ja hiqte mundësinë për do t'i krijonte atë situatë ku ndërkombëtarët do detyrimisht do ndërhyjnë që t'i ulin palët. Të një parlament jo funksional nuk është i pranueshëm. Okej. Ndërkohë protestat mund pranohen nga ndërkombëtarët. Protestat absolutisht po, protesta është. Pra ndërkombëtarët janë të ndjeshëm vetëm nëse ka krizë në parlament. Sepse parlamenti duhet të jetë funksional aq më tepër që të jenë një periudhë delikate në cilën duhet parashikosh një sër ndryshimesh ligjore në këndvështrimin e integrimit evropian. Që parlamenti detyrimisht duhet të jetë funksional. Atëherë kthehemi tek ajo që falja socialiste e ka një motiv pra. Socialistët nuk duan konflikt në parlament. Po pra, kur ta thash që nuk fitonin gjë, kjo ishte ideja, më thënë, ti bën një veprim politik kur ke një fitim mbrapsht, ke një diçka që të kthehet prapë. Po, ndërkohë demokratët do ishin të interesuar që sot të ishin dënuar të gjithë? Absolutisht po. Ajo që u intereson në këtë koncept është mos funksionimi i parlamentit për detyruar ndërkombëtarët që t'i ulin dhe një herë për diskutuar pra në reformat. Qa ndodhi sot, pse e ndani këtë opinion të këthupit? Më mendoj që ata që janë jashtë më shumë kanë frikë këto lloj protestës se sa kanë rrëmujën në parlament. Domethënë kjo lloj proteste sidomos sepse mund nisi me këtë molotov që hidhen në drejtim të kryeministrisë, por pastaj mund të kalojë edhe në përplasje fizike me policinë. Apo mund të kalojë pastaj, ne kemi pasur edhe raste në të cilët kemi pas viktima kur kemi pas protesta para kryeministrisë. Dhe për të huajt është më... Pra, mundohen gjithmonë thonë luftën bëjnë në parlament, mëse bëjnë jashtë parlamentit. Kështu që në këtë kuadër dhe për situatën në cilën PS-ja tani është përballë një skandali shumë të madh, nuk do të dëshironte që të kishte njerëz aty. Mos harrojmë, nuk janë të vetëm që del PD-ja. Është Lapaj me lëvizjen e vet që po dalin para kryeministrisë, ke njëkohësisht edhe lëvizjen bashkë që del për proteste kryeministrisë. Pra, në këtë kuadër PS-ja nuk do donte që të kishte prap edhe PD-n aty, siç po dalin ata apo. Okej, pra falja sot me ka një motiv. Pra falja e tyre është që të mos i përjashtojnë në parlamenti dhe të mundohet t'i mbajnë në parlament dhe të mos dalin aq shumë në potencë. Po si e parashikoni kur të kthehen në parlament, PD-ja do të jetë sërish agresive me tonet e seancës kaluar apo jo? Do jetë, mund të jetë, s'ka ndonjë problem që të jetë, domethënë sepse ne kemi parë goxha seanca në të cilët kemi pasur edhe përplasje. Kështu që ideja është që çfarë do prodhoj, sepse ti mund të flasësh e mund të bësh çfarë lloj gjëje në parlament, në fundit çfarë produkti ke. Nëse produkti nuk përkthehet në mbështetje popullore. Dhe me sa duket, mbështetja popullore në Shqipëri është më tepër nëse del të bën protesta tipi të tillë. Pra, ti për të ngritur frymë është duke dalë aty dhe duke shpresuar gjuhën edhe duke bërë ato veprime. Si e pat ju protestën e djeshme? Që Ungrit kishte një lloj pritshmërie shumë të madhe, madje u fol se do qëndroni me orë të tëra, ndërkohë nuk zgjati as 2 orë, dhe dyta nuk është se arriti atë që pavarësisht se Berisha tha Rama ra, po të gjithë e dinë që Rama nuk ka rënë. Pra, ishte një dështim protesta e djeshme apo ishte një shpresë për PD-n? Dështim jo dhe aq, themi atë që është, sepse domethënë gjithë thoshin që duke pasur parasysh se sa veta shkonin çdo të hënë, çdo të hënë që bënte foltoren, në gjithë prisin që kishin numër më të pak njerëzish.
kishte më tepër temat që, por nuk është e krahasueshme me ato që kanë qenë protestat të mëparshme. Pra duket që ka një farë rënje. Po kjo vjen edhe për shkak të thyrjes së ritmit që ka bërë vetë PD-ja. Domethënë PD-ja ka pasur vjet një fushat në të cilën thoshte kemi mosbindjen civile, jo do e bëjmë Ramën që të ketë qeveri teknike të tjera dhe nuk çoi as sekondë gjithë ajo fushat. Gjithë ajo dali në rrugë. 77 rregullat e doktorit për mosbindjen. Pra, gjithë ajo atje krijoi një farë lodhje që njerëzit filluan po themi, edhe kjo dalja çdo të hënë po themi përpara është një dalje e cila e lodh njerëzit. Njerëzit nuk kanë nerva të dalin ditë për ditë apo një herë në javë aty përpara kryeministrisë. Është më efektive një protest e cila organizohet mirë, do një farë kohë dhe është më e fuqishme se sa një, po themi, një foltorë që është atje. Për shembull, sa foltorë ka bërë Berisha përpara kryeministrisë, domethënë, është folur gjë për ato, gjë fare. Tani flitet për atë protestë. Pse? Sepse ka një farë masiviteti, ka dhe veprime të turmës. Pra është më mirë kjo lloj proteste se sa ajo monotonia e mosbindjes civile bllokon një rrugë ose bllokon një rrugë tjetër apo një foltore që vjen me sveta. Bashka? Shiko, po e filloj pak nga fundi. Po. Me që ndoshta edhe për atë që arriti apo jo qëllimin protesta. Po, patjetër. Mund jam plotësisht i bindur që nuk ka lidhje masiviteti një proteste me nervin e qytetarëve. Qytetarët kanë nerva për të protestuar 24 orë në 24 orë. Por duhet të kenë moral, ato që e drejtojnë protestën apo që e thrasin në protestë, duhet jenë njerëz cilët motivojnë dhe duhet ketë arsye qytetarë. Pra, këto treja u plotësuan dje? Ja, nuk mund të flasim për ato lloj protesta, ju i shihni vetë, nëse janë këto pamjet reale. Jo, këto janë mbame, nuk janë tjera. Këtu nuk flasim dot as për masivitet, këtu nuk flasim dot as për moral, këtu nuk flasim as për frymëzim, as për gjë. Domethënë, në momentin që ti shiko çfarë si e ka psuar opozita ka bërë diçka, kanë hyrë në tren, kanë shkëput vagonin e kanë harruar veten në vagonin i cili nuk ka motor. Kështu që nuk kanë fuqi më. Tani sa ti çoj kjo nga inercia do ecin, kur të ngelin do ngelin fare dhe Po mazhoranca ku është në këtë? Shiko, mazhoranca nuk ka asnjë lloj detyre. Mazhoranca është në një binar tjetër. E ka mazhoranca asnjë lloj detyre. Edhe lokomotivën edhe gjitha vagonët i ka? Patjetër, mendoj që është në e di si duket Faik me që more këtë metaforë, duket sikur mazhoranca është një tren aty që ka ndaluar në stacion dhe nuk po di çfarë të bëj drejtuesi i lokomotivës. Të ecë, a mos të ecë, këtu jemi në një stacion të madh. Qenurit në i tren dy mundësi ka, o të ecësh o të ndalosh, se s'ke rrugë tjetër më, kështu që mendoj që është duke pastaj shpejtësia nuk e di unë. Mund të ecë treni ecë edhe mbrapsht të klubi. E shpjegova pra, është ai vagoni i cili ka humbur shpejtësinë. Sot postoja duket sikur ka ngecur. Për sa i përket dënimit të 6 deputetëve të opozitës, mendoj që ka një rregullore të brendshme, nuk është çështje as krishtlindje, as vit i ri, as falje, as ulje tonësh, as krijimi i kushteve për të patur opozitën në parlament. Ato deputetë cilët kanë marrë masë ndëshkuese janë nga më aktivët, ato të cilët kanë thyrë rregulloren e brendshme të parlamentit dhe mendoj që është dhënë një masë e rregullt e barazvlefshme me shkeljet që kanë bërë rregullores parlamentit. Pra, nuk kishin pse përjashtonin 30 deputet, 26 deputet... Po e kanë bërë, mo, Faik, kjo është problem që kur është dashur, pësë e ka bërë. Ka qenë 26 një numërim duket, i frikshëm. 26 deputet me njëherë. Jo, ka qenë sepse ka qenë reagimi, ka qenë thyrjet e brendshme të rregullores brendshme kanë qenë të asaj natyre për të dhënë një masë ndëshkuese për të përjashtuar me 10 ditë, me 30 ditë apo me 60 ditë, sipas thyrjeve. Por si fillim, 6 deputet cilët kanë shkelur rregulloren e brendshme kanë marrë një masë 30 ditore të mjaftueshme për shkeljen që kanë bërë. Kishe diçka po Endri? Për atë që punën e trenit. Po jo, për punën e njerëzve që duhet të kenë arsye të protestojnë dhe duan njerëz ndershëm aty. Nuk është thjesht kështu. Sepse ne këtu kemi pasur, a ka arsye në Shqipëri për protestuar, për shumë ne kemi rastin e korrupsionit tani që është përplasje dhe organeve drejtësisë. Pra korrupsioni është evident, sepse e kemi parë ose kemi lexuar pjesë të dosjes për të kuptuar aq sa e shikojmë që është evident. Po. A ka arsye për të protestuar për korrupsionin? Ka. A kanë dalë
njerëz aty që janë me moral të pastër? Po ja, ka dalë, po themi, lapaj. Vajtën njerëz? Ja. Doli mundësia? Ngronsheje? Jo, okej, e zëm se këta nuk janë me moral të pastër. A doli Arlindi? Që nuk besoj që e ka akuzuar njëri Arlindi. Për korupcion jo njërë. Mund mos të akuzosh për korupcion, po e akuzon për rrugën për nisur. Nëse Arlindi është nisur... Ja ta qoj dhe në fund. Pra, kjo teza që du t'jetë njëri i pasër me moral që të visë Skënderbeu me shpatë ndorë që shpëtoj Shqipërinë, dhe më thënë, që t'jetë urdhësi perfekt, nuk është ajo që funksionon. Ai që dali përpara të ketë moral për të ftuar njerëzit, se të shoh ka marrë pjesë në protesta. Arlindja ka moral. Ka marrë pjesë në protesta dhe ju thosha njerëzit lutem hajde për mua, bëje për mua, po nuk bëhet protesta bëje për mua. Protesta ofrun çdo, on xhirr njerëzit atje, mos i hiq. Shiko, këto kanë një mënyrë të organizuar. Po të bëj pyetje konkrete. Të gjithë njerëzit e paprekshëm i largojnë nga rreti i tyre. Edhe pastaj del ti se po frymëzon njerëzit. Po nuk fare. A ka moral Arlindi? Arlindi mund të ketë, unë nuk e njoh. Po Arlindi mund të ketë moral, po nuk e ka masivitetin pikërisht, pra masivitetin opinion të opinionit publik, por nuk ka dhe iden për ta shquar vendin dhe për t'u bashkangjitur qytetarët, sepse është radikal. Ka ca ide që nuk përputhen me ajo është praktikisht Partia Socialiste, se PS-ja, se po të shikosh programin e Arlindit Çorit është social-demokrat. Ma aq sa kemi parë, se të shit nuk kemi lexuar programin social-demokrat. Është tamam aty ku ishte PS-ja Patosnanos. Dhe pra ideja e kësaj që është një njeri i pastër. A bjen dakord që dhe njerëzit do i shkojnë turm, nuk funksionon. Në Shqipëri, edhe çdo qytetar duhet të ketë një njeri me një kartë morali përpara. Ja ku është. Për të dalë për të protestuar, nuk është e thënë që ti duhet të shkosh. Ato që dalin përpara zihen me njëri tjetrin. Ti nuk duhet të jesh, ti s'duhet të jesh, ti ik nga partia, ti hajde në parti, pastaj dil ti se do frymëzosh popullin. Po kjo që po thoya unë. Unë kam qenë komandant. Kjo që po thoya. Unë nëse isha i pastër, nëse nuk dhëisha betejën, mos më vishin ushtarë për mbrapa. Po s'janë ushtarë, më janë qytetarë të tjerë. Unë e thash në mënyrë se janë qytetarë të tjerë. Filozofia e drejtimit dhe udhëheqjes është e njëjta, pavarësisht rregullave dhe mënyrës se ku zbatohet. Filozofia është e njëjta edhe në shkencë. Edhe zhërqata ato buzave, nëse ai kryetari i zhërqatës nuk është i rregullt, nuk është i disiplinuar dhe nuk udhëheq, edhe atij si shkojnë për mbrapa kur ka interesa personale shoferave dhe të faturinave. Jo më ti je udhëheqës një opozite dhe mos kesh kartë morale për të udhëhequr opozitën. Po kanë kartë morale tjetër dhe nuk vajtën njerëzit. Dhe ky është problem në Shqipëri, duhet kuptuar që ajo që vendosin mbi të gjitha janë numrat. Po pra, numrat janë të rëndësishëm, po. Rama ka frikë në numrat e mëdhenj, nuk ka frikë në numrat e vegjël. Patjetër, po. Kjo edhe është evidente. Në numrat e mëdhenj i nxjerr për momentin ka 30 ca vjet i nxjerr PD-ja. Dhe frikën e kanë PD-ja. Dhe ata deputet që janë atje, jo, e kam fjalën këtu. Frikë të madhe në të tjerë. Por një farë frike është se po mos kishte frikë, nuk kishte pse përdorte as, po themi, ato që janë për fushatën për përdorimin e administratës, nuk kanë lidhje të dy gjërat. Sepse po të donte, tani, nuk e di pse e keni këtë mani ndërprisni, unë së ndërpreva asnjëri. Atëherë, çdo njeri, pra, kur ti je i sigurt të fitore jote, nuk e pse përdor mjete jashtëligjore. Kur ti je i sigurt të fitore jote. Okej. Përdorimi i mjeteve jashtëligjore nuk kupton që ti ke far frike për këtë rezultat. Meçaj? Do të bëj pyetjen. Jo, ma lër mua kohën tënde. Jo, s'ta lë kohë, se ti ku kohë. Sinqerisht, po dëgjoj këtu dhe nuk po marr vesh pse po flitet. Pse po flit? Është kuptim. Protestas pëlqen protesta. Jo, nuk po. Do të bëj pyetjen unë. Nuk po e marr vesh pse po flitet. Jo, s'është të pyetja jote, është se ka pyetje retorike. Tek një debat që po zhvillohet tani. Po. Populli nuk po del në protestë. Ka ndalur njerëz të moralshëm që po udhëheqin protestën s'po i vetë populli. Shqipëria është zhytur në korrupsion s'po vetë populli. Përfundimisht fajin e ka populli. Se s'po e marr vesh kush është fajtori në këtë rast. Do të cilë është analiza që po bëjmë këtu. Zotëri, ju po jepni një gjë aty. Sali Berisha është në tribun dhe tund flamurin shqiptar, kur hidhen moderatorë në kryeministri.
Ma lexoni çfarë mesazhi është ky. Në fakt edhe unë se kuptova dje. Ma lexoni çfarë mesazhi është ky zotëri, se unë ja ku e ke tani. Po projma Beun nga narko-regjimi. Ma lexo, jo këtë. Jo. Ke një më përpara. Po pra po, e qartë, edhe dje ishte e qartë. Në momentin që hidheshin shishe Molotov, ai tunte flamurin. Tani. Si e lexoni ju me që e një Berishën më mirë se ne të gjithë këtu? Po çfarë lexosh ti? Kuptoj që ata është orë mitingi thua këti ti. E mora vesh, po ku do dalesh, po. Një minut, mitingi thua këti. Dhe të arish të thuash që ky miting ishte një manifestim i demonstrimit qytetarit ndaj korrupsionit, është pikë pyetje, është arsyetim jot në problem. Po. Ky miting është dështim. Sepse thash pika me dobët dhe me ullët e qeverisës ishte para 2 ditësh, me dobta. Po. Sot qeveria hipi. E kaloi krizën, po thua? Mbaroj, po thash, tani socialistë janë në festë. Sot treni është nisur. Deri dje ishte në vend. Socialistët janë në festë. Metaforën e Bashës do ta çojmë deri në fund të emisionit. Sot socialistët janë në festë. Dhe unë kur më the për atë heqjen atë ndëshkimin, thash, sinqerisht nuk kuptoj. Çfarë konsekuencë ka ndëshkimi? Po. Çfarë konsekuencë ka? Po pse? A e di ti se më kujton. Jo s'është e bukur, pse mendon që Kjo që thua ti. Një sekond lutem, pse mendon që Rama spotoi ti? Ky momenti. Kjo ta fiksosh. Çfarë do me thënie ka kjo? Ma thuaj çfarë do me thënie ka më zotëri? Ore ky është lider opozitës, ky pretendon të marrë pushtetin më zotëri. Nuk po them që s'ka njerëz në. Po çfarë do me thënie ka kjo këtu? Ata hedhin Molotov dhe ky tun flamurin. Po çfarë do me thënie? Edhe tun flamuri shqiptar. Që unë duhet të lexoj këtë, tani pse e them këtë gjë? Po e them këtë gjë tani për të vazhduar fabulën më tej. Po. Po është e vërtetë që ai i cili sot është forca kryesore opozitare, e uzurpuar ose jo, është Partia Demokratike. Po. Ai i cili duhet kishte kartat për t'u përgjigjur absolutisht korrupsionit qeverisës, të debatuar. Natyrisht do ishte PD-ja. Gjithë revolta e qytetarit, qoftë opozitar, po edhe qytetarit thjeshtë, si nuk e pranon korrupsionin, të gjithë po preshin, do ishte absolutisht mobilizoheshin kështu që të fillonte ndryshimi. Populli nuk u përgjigj. Pse? Nuk u përgjigj sepse personi i cili nuk ka moralin të diskutojë për korrupsionin që është Sali Berisha. Personi i cili nuk ka moralin për të folur për farsën është Berisha. Nuk e di, kam fotografit të nxirri aty. Fotografit janë inaugurimi i tunelit të Rëshenit. Shqipëria po ndryshon, mitingi Partisë Demokratike 2 ditë para zgjedhjeve, e bën te Sali Berisha. Okej, referohesh asaj që tha dhe Tafani, disa masave elektorale që i ka bërë çdo qeveri, po. I ka bërë Berisha. Po. Do tani inaugurimin e tunelit të Elbasanit? Po. Në 2009-2013. Edhe te tuneli i rrugës Kombit ka qenë po aty me 2 ditë para fushatës. Pra ky person i cili ka demonstruar, ka bërë miting, që nuk e pa mitingun tani. Këtu flitet vetëm administrata, sa po them si ishte administrata atëre. Po miting me Parti Demokratike 2 ditë para dhe të dalë sot dhe të flasë për fars, tani ky person është ai i cili e ngriti me të madhe trenin bullgar. Nuk e dëgjuam me trenin bullgar. Ky ishte ai person i cili ngriti me madhe vjedhjen e zgjedhjeve. Uru vjedhjen e zgjedhjeve kur vinte foltore. Po. Ju bënte thirrje demokratëve i thonte ju rezistuat. Por para se t'i vinte demokrate në foltorën e dytë dhe t'i thonte ju rezistuat, fal jush, shpëtoi Partia Demokratike, nuk u tha atyre që i akuzoi të gjithë që në bashkëpunim me Partinë Socialiste bët vjedhjen e zgjedhjeve. Pra ky person i cili nuk ka moral në 3 fjalë që thot. Në 3 fjalë i thot 3 fjalë ndryshe për ndryshe, kundërshton njëri tjetrin. Si mundet ky të marrë përsipër tashmë? Pra është çështje e leadershipit që nuk ka mobilizoi qytetarët ky person. Okej, pra fakti që opozita më e madhe e vendit nuk frymëzon akoma është çështje vetëm e leadershipit. Jo opozita. Partia opozitare pra. Nuk është opozita, është sekti berishian që nuk ofron më zgjidhje, Po të përmendi pra Tafani, të përmendi Qorin. Në këtë kuadër të vazhdoj, thashë e vetmja forcë e cila
praktikisht është faktor për të bërë ndryshimin, tani të mos tallemi me individ të cilët ishën mbushur mendja që janë lidera, edhe thonë ne do të sillim ndryshim, të mos tallemi me këta. Sepse nuk është vetëm një faktor që ti pretendon që je i pastër, se me sa di unë, babai Llapajt është me shumë procese në atë zonë ndeja. Dhe se mos futen aty se nuk e dim pra, nuk e di atë, duhet ta verifikoj. Por dhe për këtë gonshëun, dhe për gonshëun, i bëri akuzë ai tha, prisnje, si i ke punësuar, pra jo të gjithë janë këta të pastër. Por nuk po i dy kësaj pjese, nuk po i debatoj fare këtë pjesë, po debatoj. Jo çdo njeriu që i mbushet mendja që do drejtojë dhe që është lider mund të marrë mbështetjen e qytetarëve për ndryshim, sepse duhet t'rregojë ca gjëra të tjera. Do të thotë, ka me nder për drejtu qeverinë, edhe që të kesh me nder duhet përplashesh. Duhet japësh edhe prova e tjera. Këta janë nga ata që i mori rryma tani për një situatë të prodhuar në Shqipëri dhe dolën dhe 3 veta. Okej, se vazhdojmë pas publicitetit. Nuk është vetëm ajo çështje. Çështja është kjo pjesa që po diskutojmë dhe gjithë debati jon nuk ka të bëjë me moralin e atyre të tjerëve të debatueshëm, por ka të bëjë me moralin e këtyre që sot janë i vetmi faktor që mund të bënte ndryshimin. Sot këta ti shikon çka kanë bërë. Dje se këtu do ta vetëm një moment lutem. Dje thot Meçaj Rama shpëtoi nga sikleti që kishte me këtë protestë të vakët. E ndani këtë opinion? Po Rama ka shpëtuar shumë protestën e parë. Cila është protesta e parë? Kush e filloi? Kush i parë? Erlind Qorri. Shumë protestën e parë shpëtoi Rama. Sa kohë që Cila ishte protesta e parë? Ajo para 4 ditë shpëtua. Ajo që ishte para. Ai që nisi festivalin e protestave. Ishte Erlindi, Mundësia, Tiku dhe Berisha. Okej, po pse e lidh me atë se ta shpjegoj dy gjëra. E para punës në konceptin politik, asnjë majorancë politike nuk do japi dorëheqjen nga manifestimi i një opozite politike. Nuk ka ndodhur në Shqipëri. Partitë politike e kanë fushë betejë në zgjedhje. Çdo majorancë jep dorëheqjen apo vihet në trysni ku ata që protestojnë janë qytetarë, jo formacione politike. Do ta vësh në trysni qeverinë? Po. Mbushë sheshin me qytetarë. Në momentin që qytetarët do dalin të protestojnë si qytetarë, jo të drejtuar dhe të thirrur nga partitë politike, qeveria do vihet në trysni. Po kjo nuk ndodh, pra nuk ka gjasat, paktën në moment. Nuk e di pse nuk ndodh, po nuk ndodh. Po ku fillon çështja? Në Shqipëri kjo nuk ndodh për një arsye shumë të thjeshtë, sepse këtu hapësirën qytetare ta zënë gjithmonë partitë politike. Sepse ti, nëse do të dalësh protestosh, nuk proteston, do se ta ka zënë një nga partitë politike orarin e protestës, zotri. Ti po të shkosh te proteston, do protestosh me Të lutem, Ksubi, edhe kur s'ka parti politike, nuk ka protesta. Sepse nuk e kemi kultivuar. Kjo po është tjetër gjë. Ne nuk është se nuk na ka ndodhur. Ne na mbetet vetëm domeni protestave politike. Prit një sekond. Në këtë vend nuk është që nuk na kanë ndodhur protesta. Më thuaj një protestë qytetare. Klodian Rasha, plerat kimike, ato armët kimike. Ke pas për protestë? Edhe armët kimike që janë shpëtur politikisht. Studentët filluan jo politikisht. Edhe ajo politikisht. Filluan jo politikisht, u transformuan një protestë politike më mbrapa, po fillesa e saj ka qenë fillesë krejtësisht jo politike. Dhe nga informacionet e mia ajo është e shtyr tërësisht nga Partia Demokratike. Megjithatë është debat tjetër. Ka qenë jo politike dhe dua të jap burime tani, po. U pilotuan më mbrapa, u ndërhyn gjitha partitë dhe pilotuan protestën. Po ishin vetëm protesta që dhanë rezultat politikisht, ta dorëheqi ministri, ta dorëheqi ministri. Okej. Që do të thotë, qeveria vihet në trysni kur protestash e qytetarëve. Kur e ke parti politike, pse duhet t'jap dorëheqje më zotëri dashur? Sa dola nga zgjedhjet munda. Kush është arsyeja për cilën duhet t'jap dorëheqje politikisht? Prandaj protestat politike nuk bëjnë gjë tjetër veçse zën hapësirën e qytetarëve. Vetëm te protesta. Ne shohim madhësinë e protestës këtu. Edhe dyta, nuk është protestë. Çfarë ishte dje? Ky është manifestim politik më zotëri dashur. Ky termi protesta është një akt emocional ku unë si qytetar dalë për të kundërshtuar një fenomen caktuar. Kjo është protest. Protestoj. Jam kundër. Ky është manifestim politik, vëlla. Protesta nuk ka organizim, nuk është protesta në këtë formë. Ky është hajde bëjmë demonstrat, quhet kjo. Okej. Nuk është protestë. Tafani, e kam publicitet, e ke shkurt apo pas publicitetit? Më lër ta paroj edhe të tretën, se nuk më Tafani mund të vazhdoj pas publicitetit. Okej. Dhe treta që është me... E more edhe drejtimin e emisionit tani. Po më lër ta paroj. Dhe treta që është më rëndësishme. Po thuhem, jo për më thënë, sa kohë që partitë politike do të prodhojnë individualitete, njerëzit nuk do vazhdojnë mos të mbushin sheshet, sepse nuk shkohet mbas unit. Nëse ka një gjë që ne duhet ta luftojmë si shoqëri, është uni. Po shkojmë se na thirri Berisha në shesh, jo më zotëri dashur. Ti do shkosh shesh me ti e qytetar që ke
një paknaqësi me qeverinë tënde në raport me korrupsionin, me ekonominë, me gjërat gjitha ashtu që duash ti. Dhe dil dhe protesto. Okej. Po ti nuk ndash protestosh se të thirrën. Se nuk është për protestë pastaj. Po të thirrën, nuk është protestë. Është ai versioni që thot Faiku që do dilni ju se po jo kërkoj ju, do dilni për mua. Do dali për Faikun, nuk po dali për protestu kundër qeverisë. Këtu po një debat vogël sepse të përgjithsosh që protestuesit nuk dalin, populli nuk del, kur i thret një individ dhe ta bësh të përgjithshme këtë, ndërkohë kur jemi në një thirrje të bërë nga Sali Berisha dhe është bojkoti Sali Berishës. Po s'është më vetëm Sali Berisha, ketë 4 individ që thirrën protesta, 4 patën një produkt. Populli shqiptar nuk i përgjigj. Populli opozitar nuk i përgjigj. Dhe i qëndroi Sali Berisha se jemi faktu. Nuk jam unë në analizën në ndryshe nga ty, unë nuk mendoj që Sali Berisha është kundërshtar me Edi Ramën. Është e drejta jote. Unë mendoj se Sali Berisha është ortaku i minorantës i Edi Ramës. Dhe Sali Berisha i bën shërbimin e Edi Ramës. Ai bëhet ortak kur është humbës. Ai thirrjen e bëri përfitimtar. Dhe tani që humbi, Ç'humbi po? Se nuk qëtë humbi kjo. Po ju unë që fitore për Berishën për protestën. Ju mendoni që kjo protesta është dështim, sepse ju mendoni që Sali Berisha doli në atë protestë me idenë të rrëzonte Ramën. Berisha e bën luftën për të qenë gjithmonë i treti. Berisha, dëgjoj. Po Berisha s'është nga ata që do rri i treti tani, mos e zbutim, amortizojmë kaq të efekt. Efekti i kësaj proteste është Berisha djo. Çfarë bën Berisha kur do të vi pushtet? Në qoftë se kjo protestë u thrit Rama ik, kur do iku Berisha ishte Berisha ik. Dhe kjo protestë ka vetëm një leitmotiv, Berisha ik. Largo se ke marrë peng opozitën shqiptare. Në qoftë se nuk e bëjmë analizën tillë. Kush do ja thot? Kush do ja thot? T'ja thon ata të cilët përfundimisht e morën Berishën. Jo, po s'janë këta. Po këta më fitoria e Berishës. Jo, nuk janë këta ata. Populli opozitar nuk është ky. Po kush është populli opozitar? Kush është populli opozitar? Ky është sekti. Po si do ta marrësh? Populli opozitar është i gjithë ai i cili tashmë kupton. Kush? Të populli opozitar është i gjithë ai i cili e kupton që ai që e mban peng Shqipërinë që Sali Berisha. Po, se nuk e dinte populli opozitar. Jo, e di se deri tani i shpres. Edhe Saliu thot jam unë thret gjithë popullin, ja vdekja Aliri tha. Ja vdekja Aliri. Edhe këtë do ta themi hapur fare. 2 sekonda. Po që të themi tani që populli shqiptar nuk i përgjigj individëve, nuk e precedent të tillë se je përgjigjur individëve. Sa po kishim zgjedhjet e 2025, në 11 maj, kishim zgjedhjet. Kë do quajmë popull opozitar? 500.000 vota që mori Sali Berisha. Po, se po qujtëm 800.000 votat e Edi Ramës, popull opozitar, s'ka kuptim pëse. Populli opozitar, popull opozitar, Berisha është më që mendohet më tepër. Dhe pastaj vinë këto partitë e tjera. Sa ishte popull opozitar aty? 30%. Po 500.000 vota. Po duhet të thuash në një vend që s'ka opozit, po se ke këtu mos zotni. Po më jo. Këtë po them ka bojkotuar Sali Berishën. Popullin opozitar, quan popull opozitar atë që ka votuar PS-n? Jo. Po atëherë populli opozitar janë votat e partive tjera. Si? Janë votat e partive tjera. Po kuptoj që po thua tani. Populli opozitar kush është? Populli opozitar janë ata që kanë votuar kundër Partisë Socialiste. Bravo. Ata që kanë votuar. Ai s'të ka rësësh po them. Ata që kanë votuar, 80% kanë votuar. Ai po thot ai 500.000 vota që mori PD-ja si ke këtu. Në shefë tjetër. Një sekondë kur është nga tjetër muhabet. Ti që nga tjetër muhabet. Po, një sekondë beni. Aty në shesh. Si është tjetër muhabet më? Nuk e prit se po flas me atë. Në aty në shesh nuk ishte as 150.000 njerëzit që i vajtën partive të reja, apo jo? Po pra, dakord pra. Po s'kishte ata, tani, a morën 150.000 protestojnë votuesit e opozitës. Kalojmë në gjëra të tjera, po duash që ti bëjnë analizë, po e bëjmë pas publicitetit rikthehemi më njëherë. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë do të flasim pak edhe për atë çfarë është pritshmëria ku PS dhe PD i kanë syt nga SPAK-u, ndërkohë sot në Këshillin e Mandateve vetëm deputetët e opozitës kanë shkuar për të kërkuar sërish heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. PS nuk i është përgjigjur siç edhe pritej, pasi Rama e ka paralajmëruar se kjo çështje do të diskutohet vetëm pas datës 22 janar kur të shprehet gjykata kushtetuese. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio.
duhet ja bëjmë qartë opinion. Kërkesa e Partisë Demokratike për të mbledhur këtë të martë Këshillin e Imunitetit dhe për t'i hapur rrugë votimit në kuvend të autorizimit të SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku ra në vesh të shurdhët. Socialistët e injoruan këtë shkresë dhe vijuan me qëndrimin e kryeministrit Edi Rama se në kuvend nuk do të bëhet asnjë hap derisa gjykata kushtetuese të thotë fjalën e fundit për pezullimin e numrit 2 të qeverisë. Si antar i Këshillit Mandateve, pas mbylljes së kësaj mbledhje kanë veprimtari tjera parlamentare. Elektorale për të vazhduar me aktivitetet politike. Me gjithë injorimin e mazhorancës, demokratët u mblodhën në mënyrë simbolike në Këshillin e Imunitetit. 5 antarët demokrat zuan karriget e tyre dhe i akuzuan socialistët se po tentojnë të pengojnë drejtësinë për arrestimin e Ballukut. Pengimi i drejtësisë me urdhër politik të Edi Ramës është akti më i rëndë që ka kryer ky kuvend dhe prokuroria ka argumentuar në mënyrë të plotë, duke paraqitur edhe provat përkatëse, se në vijim të hetimeve nga përdorimi i metodave speciale kanë rezultuar të dhëna se nga ana e panderës Belinda Balluku gjatë kohës që ajo është njohur me akuzën nga organi procedues dhe ushtron detyrën si zëvendës kryeministre e Republikës Shqipërisë dhe Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka ushtruar presion në forma të ndryshme ndaj personit të pyetur në këtë procedim, konkretisht një varësje të saj. Bardhi thotë se procesi që mbahet paralelisht në gjykatën kushtetuese kundër masës së parë të SPAK ndaj numrit 2 të qeverisë, ajo për pezullimin si ministre dhe zëvendës kryeministre, është çështje tjetër që nuk ka lidhje me kërkesën e SPAK për arrestimin e Ballukut, pasi këtë herë pozitat e saj janë rënduar. Janë rënduar nevojat e sigurimit ndaj të pandeurës Belinda Balluku. Sot që flasim, pra vetëm një muaj më vonë, nga momenti i marrjes masës së parë të sigurimit, ndaj zëvendës Edi Ramës, janë duke kryer hetime për 10 procedura prokurimi dhe për 1 procedurë koncesionare. Partia Demokratike do të bëjë edhe një përpjekje të radhës për të mbledhur të premten Këshillin për Imunitetin, edhe pse kjo përpjekje sërish pritet të dështojë. Ne rikthehemi në studio, ndërkohë PSD dhe PD me syt nga SPAK çfarë pritet të sjellë 2026 për politikën, ndërsa kjo kthubi për ta sqaruar pak në aspektin procedurial. PD dhe grupi vet ka ndonjë mundësi imponuese në komisionin e mandatit apo jo zhurmë që bën zoti Bardhi? Zhurmë politike është ajo. Thjesht asgjë më tepër. Se Bardhi tha do mbledhemi prapë premten. Në terma institucional nuk e mbledh dot komisionin, sepse komisioni ka një kryetar dhe 10 antar. Kështu që duhet ka një kryetar në konceptin e atij që drejton seancën dhe pa kryetarin nuk mund drejtohet seanca. Kurse antarët janë në numër të barabartë. Ne me numër të barabartë. Po kryetari duhet të ketë kryetari që thret mbledhjet. Po çfarë po bën PD-ja apo është thjesht zhurmë politike? PD-ja po bën betejë politike duke kërkuar që komisioni mandateve të mblidhet. Është drejtën e saj dhe mendoj që nuk është një betejë negative, betejë mirë politike është në fund ditës. Këtu SPAK-u është jashtë loje, pra ka ndonjë gjë që mund bëj asgjë. Absolutisht. SPAK-u e ka depostuar kërkesën kuvend, tash kjo është procedurë e kuvendit dhe kuvendi duhet të respektojë ca limite logjike kur flasim për procedura të tilla. Procedura në raport me kërkesën për heqjen e imunitetit është procedurë që në koncept është procedurë e shpejtë, nuk është një procedurë që mund të zgjatet, se logjika është që ti të marrësh një masë që i përkon një realiteti të caktuar në një moment caktuar kohor. Nëse ky realiteti spostohet në 3 muaj apo 4 muaj, nuk ka më vlerë ajo kërkesa që ka paraqitur organi. Kështu që mendoj që parlamenti do të ishte Po pse afati është lënë kaq i gjatë, pra 3 muaj? Nuk është 3 muaj. Ka sens kjo që në rastin afati nuk është aq gjatë, afatet janë të shpejta. Mbledhja e mandatit, mbledhja e komisionit, problemi është që tash hym afatet ligjore janë të tilla ose të rregullorës parlamentit të tilla, që nëse brenda 3 muajsh parlamenti nuk përgjigjet. Ai është afati maksimal. Maksimal pra. Nëse nuk përgjigjet fare, konsiderohet të rrezuar kërkesa. Ajo është rasti unikal në cilin parlamenti. Kjo na sjell edhe një në vëmendje atë që ne nuk e kemi ditur, se ne kemi menduar që patjetër
një kërkesë e SPAK-ut do të hidhej në votim. Po ja që ka edhe një mënyrë që... Jo, parlamenti mund mos ta votojë. Pikërisht pra, për herë të parë del ky si detaj gazetares... Është dhe kjo një opsion ose mundësi. Atëherë, këtu duket sikur SPAK-u i ka duart e lidhura. Absolutisht po. Dhe mund të ndodhë që parlamenti mos përgjigjet fare për shembull. Absolutisht mund ndodhë kjo. Po? Po flasim për një vend normal. Ky është një vend normal. Po gjësa është në rregullore edhe kjo masë ose kjo qasje mund të konsiderohet normale. Po sepse më thënë gjithmonë ligj atëherë mund të themi ne që politika është e paprekshme ndaj drejtësisë në raport me këtë masë? Jo e paprekshme. Më një sekondë, se e paprekshme ka një nocion pamundësie për ta bërë kërkesën në parlament. Kjo është paprekshmëria. Politika ka gjithmonë mekanizma për ta mbrojtur veten nga synimi që ka prokuroria. Por kjo paprekshmëria është e pjesshme se shtrohet vetëm deri ka niveli masave të sigurisë. Pastaj prokurori po të dënoj vlla, nuk ka lidhje pastaj. Nuk është të zgjidhë gjë parlamentit, do dënohesh në atë pikë. Kështu që nuk është ky problemi. Problemi është që në konceptin ligj hartues, gjithmonë vjen disa afate që janë afate prekluzive që në gjuhën ligjore, që do të një afat që përfundon mundësinë që një çështje të merret shqyrtim. Kështu që dhe rregullore e parlamentit me shumë drejt ka një afat që thotë nëse ti si parlament nuk arrin të marrësh një vendim brenda një afati të caktuar, kërkesa konsiderohet e rrëzuar. Do nuk ka sepse ai afati tremojor nuk ka më vlerë nga pikpamja e logjikës së hetimit. Ti nuk mund të kërkosh një masë sigurime dhe pastaj ta miratoj parlamentin mas 3 muajsh. Ka rënë ajo vlera, se është vlera aktuale, masa e ka vlerën aktuale. Po të shikosh kodin e procedurës penale, të gjitha veprimet që lidhen me masën e sigurimit janë me afate shumë të shkurtra. 48 orë, 72 orë. Më thonë janë afate të shkurtra pse? Si përqitet masa e përqitet një situate emergjente në atë moment. Ajo që parlamenti po bën është duke shfrytzuar hapësirën që lejon rregulloria për shkak të përfundimit të legjislaturës dhe fillimin e legjislaturës sesionit të ri parlamentar. E shtyn të zgjeron. Majoranca dhe ma kujto pak se unë nuk e mbaj mend, realisht ka marrë për analogji një rast të Lulzim Bashës. Nuk e di nëse imuniteti i është hequr apo jo Bashës dhe është dashur 2-3 muaj Lulzim Basha dorëzoi vetë imunitetin. Rastin e Durrës. Po, ka pas një deklarat në parlament që... Po është dashur një kohë gjatë, tha PS-ja, pra gati 2-3 muaj që t'i hape i rrugë hetimit. Sepse parlamentet tona nuk funksionojnë me logjikën që duhet të funksionojnë, po fillojnë funksionojnë me logjikën. Në këtë rast, ju jepni të drejtë Partisë Demokratike me këtë kërkesë? Absolutisht po. Është një moment procedural i cili duhet të kalojnë në hapa të shpejtë. Problemi është që të drejtën për të një seancë jashtëzakonshme të e ka vetëm kryetari, okay. Jo vetëm e ka kryetari, e ka dhe një 50 deputetëve, se ka dhe 28 deputet. Por problemi është që ti nuk mund të thrasësh seancë jashtëzakonshme të kuvendit, sa kohë që nuk e një vendim të Komisionit Mandateve. Dhe këtu është pezulluar çështja në Komisionin e Mandateve. Sa kohë ky komision nuk do jetë në gjendje të marrë një vendim apo 2 vendime, se do dalim me vendime të ndryshme palët, besoj. Po. Atëherë ti nuk mund shkosh ke thirrjes e seancës jashtëzakonshme parlamentare. Dhe këtu çështja ka ngelur në Komisionin e Mandateve. Sa kohë ky komision nuk do të mblidhet, atëherë nuk mund të kemi as seancë, nuk mund të kemi as vendimmarrje, nuk mund të kemi as një përfundim në raport me procedurën që kërkon prokuroria. Faik, këtu duket sikur ka të drejtë PD-ja, thotë Kthupi, dhe PS-ja po e zvarrit qëllimisht këtë çështje. PD-ja ka vetëm një drejtë që të bëjë politikë, prodhojë politikë dhe kjo është e drejta e vetme, por nuk ka paktën unë në vijat trashat përgjithshme po e analizoj. Po. Kemi një gjykat, është gjykata kushtetuese e cila ka vendosur një afat, që është 22 janari që do ta shqyrtojë dhe nuk e ka parë këtë si problematike cila duhet të shqyrtohet me shpejtësi. Po. E dyta, nuk ka vlerësuar ndonjë rrezikshmëri të lartë, saqë kjo gjykat vendosi që ta kthej zëvendës kryeministrin në detyrë. Pra të dyja këto bën të mendosh që shteti shqiptar nuk ka vetëm prokurorit përshtatshme, po ka edhe disa institucione tjera të cilat janë po kushtetuese, madje është vetë gjykata kushtetuese. Është ajo e cila është mbi gjithë sistemi gjyqësor në vend. Për sa i përket dhënies tyre vendimeve. Kështu që besoj që parlamenti edhe komisioni ka marrë një vendim të drejtë që duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese për sa kohë. Ke një pasaktësi në. Jo, nuk pasaktësi, po. Nuk e ka marrë parlamenti, ka marrë kryeministri, se këtu ka i problem, dhe kthehemi pastaj ke një ngërsh tjetër që kemi. Kryeministri ka deklaruar që nuk mund të ketë. Kryeministri është edhe kryetari i Partisë
socialiste. Majorancë të parlamentit. Është edhe udhëheqësi i një partie e cili ka 83 mandate në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Ka dhe një ideologji, ka dhe një frym, ka dhe një mision. E kam për çështën saktësie. Po pra, kjo është saksia. Saksia është që gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë një vendim dhe i ka thënë nuk e ka hedhur poshtë. Po pra, e ka pezulluar, po hedhje poshtë. Shiko, ishte marrëzi, është marrëzi të shi pranoj e ti e kush doj ta pranoj që del një gjykat apo një prokuror që thotë unë dua të pezulloj 10 ministra. Unë them e ke opsionale. Nuk jam dakord. Unë ndaj qëndrim të ndryshëm nga jote. Vetëm Tamara, është logjike tash. Një prokurori ka një detyrë të caktuar, por nuk mundet kurse si që 3 mandate të ke zotëri dashur, ndryshoj kod në procedurës penale dhe është shumë e thjeshtë gjëja. Ke 83 mandate. Merë dhe ndryshot dispozitën për kacën kod në procedurës penale. Sa kohë është shkruar e zezmi të bardhë, prokuroria ka këtë interpretim. Po ç'është më ky ngut? Ç'është ky ngut? O burra ti heqim, o ta arrestojmë, o ta ndalojmë, nuk e kam vetëm për rastin konkret, po kam përgjithësi. Po, Endri. Gjykatat e di sa vendime kanë dhënë me burg për qytetarë, me për gjithë. Atë keqi mos e hap këtë kapitull të Po pra, po këtu janë vendimet e gjykatat. Dakor, jo mos futem te drejtësia për njerëzit e zakonshëm se ajo është ai zotëria që është i pari i vendit, që është kryeministër, kryeparlamentar, kryepresident, ku e diun se çam i fel që i ka të gjitha krye i gjati. Me atë shumicën për 83 mandatesh merr dhe e rregullon këtë gjë. Nuk ankohet që po i ndodh kjo gjë. Thotë të dashur qytetar, na ka ndodhur kjo gjë, do ta rregullojmë për ju. Ktubi, mos futemi te problemet që ka drejtësia se do duhen emisione të tëra. Tafani, pse mazhoranca vendosi këtë qasje? Që me sa shoh, le ta marrim me cinizëm politik, është brenda hapësirave të saj parlamentare. Është thjesht duke mashtruar popullin në mënyrë shumë mashqare. E para punës njerë, ajo që është duke u shërtuar në gjykatë kushtetuese, nuk ka të bëj me faktin është e pafajshme apo është e fajshme. Zëvendës kryeministri. Ka lidhje me një procedurë që ka bërë SPAK-u. Po ajo procedurë është tjetër dhe kjo procedurë është tjetër. Pra, SPAK-u ka lexuar atë që është kodi i procedurës penale, ka parë nenin 242 dhe i është referuar dhe ka vajtur në gjykatë duke kërkuar pezullimin. Gjykata bile kushtetuese është shprehur herët, se në fillim është shprehur për masën, pastaj ka thënë datën 22 do e bëjmë. Pse? Sepse gjithmonë, që tha Rezi, duhet shprehur shpejt për masat. Ke afate shumë të shkurtra. Qofse për shembull policia të ndaron ty brenda 72 orë, duhet t'japi vendim gjykata për atë masë. Dhe kjo bëhet për arsye emergjente, sepse çdo mas është emergjent. Okej, po kjo kur ti thua nuk e kuptoj nxitimin, ti nuk kupton thelbin. Po, një sekond, të lutem. Tani unë prandaj për herë të parë mësova gjatë këtij precedenti që parlamenti paska dhe mundësinë zgjedhje që është brenda rregullave demokratike, edhe të mos shprehet fare, siç nuk shprehet presidenti për shkak të një ligjit. Jo, po mund të shprehet dhe kundër. Po dakord më. Rama ka zgjedhur të mos shprehet fare për momentin. Pra e ka brenda, le të themi, hapësirës demokratike të parlamentit. Jo parlamenti, tani, të kthehemi te kjo pjesë. Parlamenti pra është. Po Rama, jo parlamenti. Më dakord, po. Ka një arsye. Cila është arsye? Ktu më dil. Kush? Arsyeja e Ramës pse e bën? Po. Do të fitoj kohë. Pse? Do që të shuaj. Pra të kaloj sa më shumë kohë që të bjerë ai ritmi i ngjarjes, sepse duhet kuptuar pse është emergjente. Është emergjente sepse personi që akuzohet është në detyrë. Se ne themi çdo person është i pafajshëm. Po, mund të jetë çdo person i pafajshëm, derisa vërtetohet që është faji vet. Por është në detyrë dhe nëse ke përgjime, siç janë përgjime që ka intimiduar dëshmitar dhe është pjesë e dosjes, bashkë me këtë që ka intimiduar varësit e vet, normalisht është emergjente që të largohet. Ç'është kjo? Nuk se kuptoj këtë emergjencë. Okej, pra, lutem Endri, tani mos flasim ne po flasim me atë që është, le të themi, rregulloria e parlamentit. Me sa duket për te emergjencës, legjislatori i ka dhënë mundësi çdo mazhorancë edhe të mos shprehet fare kur vjen një kërkesë nga SPAK ose nga prokuroria. Këtu me sa duket është një ngërçim i madh, se nuk e detyron fare
parlamentin. Po ne kemi bërë kushtetutën të copë. Okej, këtu pastaj dalim tek... Po ne kemi bërë kushtetutën, se shikojnë... Rama me shumë gjasa, të lutem, me shumë gjasa Rama as te ka ditur fare që pas ka një hapësirë që mos pret fare. Ti je i sigurt që i di dhe ato gjëra, nëse mos e... Jo, ka ndodhur asnjëherë kjo që mos pret. Jo, se nuk e... Shikojnë që... Pas anëgjët precedentis, di kanë tek stoka. Me mënyrën si kemi bërë ligjet. Ai që është neni 242. Po. Është nen që është bërë që kur është bërë kodi procedurës në 95. Dhe atëherë s'ka pas kushtetutë fare, ka qenë ca dispozita kushtetuese, të cilat kanë qëndruar ashtu pezull deri në 98 që u bë kushtetuta. Po. Dhe pastaj u ndryshua kushtetutë rremnë, ai nen ka ngel pa lëvizur. Ai nen. Dhe tani bie në përplasje me gjithë këtë kushtetutë dhe këtë pjesën tjetër. Prokuroria nuk mund të shkojë në interpretim kushtetues. Prokuroria shikon kodin e procedurës. Kjo është tjetër gjë, pra. Vetëm datë që Rama e ka alibi këtë. Unë po kthehem tek thelbi që SPAK në çdo rast mund mos kemi vetëm Ballukur, mund kemi disa të tjerë, çdo mazhorancë mund të bëjë këtë qasje. Nuk përgjigjem. Po patjetër pra. Sepse kanë hapësirë ligjore pra. Shiko, problemi në Shqipëri, problemi jon që kemi në Shqipëri është që ne presim që demokracinë na sjellë SPAK-u. Okej. Shqipëria është një republikë. Një republikë parlamentare. Republikë do të thotë që është një gjë e përbashkët e gjithë shqiptarëve. Ne kemi bërë një kontratë shoqërore me njëri tjetrin, në të cilin kemi krijuar një strukturë dhe i kemi dhënë pushteteve të ndryshme aq sa mund të jenë. 3 pushtete, forca brenda tyre. Ne e kemi vendosur në mënyrë të tillë që një kërkesë e prokurorisë të vendoset, të pranohet ose jo nga parlamenti, se kështu e kemi thënë ne si shqiptar. Po pra, dakord pra, por tani... Dhe tani, kur, po themi, parlamenti nuk e miraton, me gjithë, atëherë në qoftë se shumica e shqiptarëve janë të bindur për këtë punë, dalin protestojnë, hedhin qeverinë. Okej, e kuptova. Kjo është ka rregullat e lojës normale demokratike. Por nuk e votojnë më atë grup parlamentar që mbron një person të tillë. Pra, dhe kjo kthehemi prapë te koncepti. Ne pse duhet presim prokurorinë që të bëjë këto veprime? Prokuroria këtë punë ka dhe prokuroria është brenda kuadrit ligjor çon kërkesën, pastaj është në dorën e deputetëve, pikërisht pra. Dhe parlamenti fajt duhet kthyehet te shqiptarët që rrin presin as SPAK-u që sjellë demokracinë në Shqipëri. Meçaj, pse PS-ja ka zgjedhur rrugën e shtyrjes dhe e zvarritjes së procesit? U trajtuan disa çështje këtu. Çështja e parë. Parlamenti nuk mund ndryshojë nenin 242. Pse se ndryshon? Të lutem tani. Më lër të flas. Po. Jo, po pyetem. Sepse ligji nuk ka fuqi për prokurorisë. Çka do thotë në këtë moment ai është në fuqi edhe sikur ta bëj parlamenti. Okej. Kjo është aja që di çdo jurist. Nuk ka fuqi për prokurorisë. Por kryeministri ka zgjedhur një rrugë tjetër, që është institucionale. Ndryshimin dhe praktikën ligjore në kushtet aktuale gjithmonë ndryshon një instancë më lart. Po. Pra me fjalë, praktikën e prodhon gjykata e lartë dhe janë detyruar të gjithë ta zbatojnë. Praktikën e bën gjykata kushtetuese që tashmë ka marrë çështjen dhe në themel të çështjes është neni 242. Dhe do ta trajtojë atë. Kështu që e kam dëgjuar shpesh herë atë. Shkon parlament, mos u merr me këtë, është çështje. Lutem tani merret tani kjo u trajtua këtu. Po mirë mo e trajtuan. Po ti i le të tjerë trajtonin, më lër mua të trajtoj. Okej, mirë, do më hash minutat atëherë. Okej. Po mirë, po e le atëherë çak. Jo shkon në parlament, pra pyetja ime. Nuk vetëm parlament se ka logjikë edhe vajtën parlament. Mirë, vazhdo. Të lutem. Okej. Prokuroria ju drejtua me vendim pezullimi. Pra ka kërkuar një masë sigurie. Në momentin kur prokuroria kërkon një masë sigurie, duhet mbyllet kjo masë sigurie si qëndrim mirë. Të mbyllet njërë kjo dhe pastaj agravohet. Nuk mund t'i marrësh në të njëjtën kohë 2 masa sigurie pavarësisht agravimit. Është rregull ky. Dhe me drejt Rama i thotë zotëri, ne jemi duke shqyrtuar masën e parë sigurisë që ti e ke marrë. Nëse ai masë qëndron apo jo? Jo, s'ka rënë, jo. Nëse i qëndron apo jo? Po. Nëse është interesante, një sekondë. Është në fuqi apo s'është fuqi? Po. Dhe tani, në këtë fazë, gjykata kushtetuese ka marrë sigurinë e padijë, si thonë avokatët, sigurinë padije.
Nuk është urgjencë, për siguri pa dije dhe që në vetëm nuk kupton. Në qoftë se ndaj një personi merret një masë administrative që ka pasoja që të pariperueshme në ekzekutimin e masës, gjithmonë avokatët vënë në seancë dhe thonë mas sigurie. Dhe është marrë mas sigurisë, më datën 22, vetë gjykata kështu të vendos. Atëre do vendos gjykata, nëse masë sigurisë, kjo më fal, po masë sigurisë. Sigurim pa dije është kërkuar tani, masë sigurisë që e ka kërkuar prokuroria, qëndron apo nuk qëndron? Dhe këtë do ta vendos gjykata kushtetuese. Mund të qëndrojë masë sigurisë e prokurorisë. Pra është në fuqi akoma kërkesa. Prokuroria sot gjykatë është në një gjykim nëse kërkesa e saj qëndron apo nuk qëndron. Pa u mbyllur një gjë e tillë, nuk mund të merret mas tjetër. Dhe me të drejtë tani, dhe me drejtë, kryeministri thotë orë zotëri, jemi në gjykim për këtë çështje. Për ndryshe, në qoftë se këta kalojnë në mas tjetër sigurie, pse duhet bërë me vendim gjykatës shkëtuese? Për çfarë arsye? E kupton që i bën sfidë gjykatës shkëtuese që ka filluar seancë? Dhe me drejtë ai thotë, po ta mbarojmë këtë çështje. Kot preti, tani vim te pika e dytë. Na pas ka dalë tani që u intimidoka dëshmitari. Diti kur ka filluar këtë çështje? Kjo ka një vit që ka filluar. E diti kur është hapur dosja e këtë dëshmitari? Kjo dosje e këtë dëshmitari është hapur gati 2 muaj nga sot, ose 1 muaj kur i komunikua Belindës. Masë e sigurisë. Pra 1 muaj Belinda ka patur këtë dëshmitare atje në kryeministri, duke qenë vezvëns kryeministre, e ka patur ministri këtë dëshmitare, me gjithë deklarimet e veta. Mëtej, a diti që para 10 ditës Spaku ka kërkuar 26 dosje rrugësh te drejtoria e rrugëve, se tani ka filluar auditimin Spaku. Pra për rrugët. Jo, po tani se do kaloj dhe kjo 26 dosje? 26 dosje që janë bërë në Republikën e Shqipërisë, Spaku tashmë, duke qenë që dështoi te dosje parë. Se le çfarë thon këta tani? Sot në media ka i vetëm një dosje dhe ka pastaj amplifikime që korrupsioni i madh ka vetëm një dosje. Ajo dosje s'ka asgjë brenda. Në qoftë se zotnia që tha korrupsioni i madh më jep mua sot një dokument ku thot ja ku është. Përveç asaj dosje, unë them, po, ka një të vërtetë. Gazbardi sot do fliste për 300 apartamentet e Belindës. Do fliste për 2 jahtet e Belindës, do fliste edhe për 11 këto supermarketet e Belindës. Këto janë ato që përhapen nga telefoni i Gazbardit në media, të gjithi bëjnë fakta, dhe kur dështon protesta, jarojnë gjitha këto dhe hapin çështje tjetër. Nxjerrin një xhirim të nxjerr Saliu tani, një xhirim të një videoteke, e thonë, ja ku është videoteka që ka bërë Spaku. E thonë, them, po mirë, unë di që këto regjistrimet e Spakut janë sekret, se ti morë. Nga e mori Saliu, po në rezulto ka, që ka kjo videoteka, që ka tjetër gjë. Dhe këto plota dizinformimi, gjitha këto plota dizinformimi përbëjnë atë që ne debatojmë sot, të shmangemi ligjit, të bëhet me një çështja. Të dalë me njerë çështjat, dhe të bëhet urgjente. Tani po vite parlamenti. Parlamenti e ka detyrim ligjor në mbrojtje të ndjenjë kushtetues të imunitetit të ministrit dhe deputetit, se tani e morën vesh janë të dy me njëjtin imunitet. Ç'është imuniteti? Imuniteti nuk është gjë tjetër veç se një akt i cili një jurist që më pëlqeu mbron nga papërgjegjshmëria. Mbron politikani nga papërgjegjshmëria e një institucioni tjetër. Dhe çdo thot papërgjegjshmëri, që ngrihet një institucion dhe për arsye politike, për arsye korruptive, për arsye të shërbimesh, këto 3, prodhon çështje të cilat në thelb nuk janë çështje, por që në perceptim, siç po diskutojmë ne, janë çështje të mëdha. Atëherë vjen parlamenti dhe i thot stop. Ti vërtet e ke ngritë këtë çështje? Po sa të vërtet është kjo çështje? Dhe unë bëj pyetjen tani. Çështja e Agasit ka filluar që në qershor. U zbardh dhe u shpall 2 ditë përpara se të bëjë ky mitingu i madh. Çështja e Belindës është gjykatë shtetuse. U zbardh dhe u hodh në treg 2 ditë përpara se të bëjë mitingu i madh. Po mirë. Ju duket të rastishme këto ju? Haj, duket të rastishme? Edhe me drejtë, thot Rama. Prejtje që këtani, se kemi ca gjëra tjera këtu.
që nuk jemi në kushtet e një spaku si kemi ndërtuar ne, po kemi ca gjëra tjera këtu, se spaku që ka fut politik, dhe natyrisht i kryeministri ka këtë informacion, dhe thot stop që këtani, do të bësh një spak politik, po ditë bëdhe u politik, sepse kushtetuta ma jep të drejtën ta bëdhe politikën, dhe del pas tërfare, dhe nuk është kryetari parlamentit, po është kryetari Partisë Socialiste dhe grupi parlamentar atje është përfaqësuesi politik i Partisë Socialiste dhe lideri i atij grupi në organizimin e brendshëm të parlamentit është Auland Balla, por në linjë politike është kryetari i partisë zotëri, që quhet Edi Rama. Rama është po thua po mbrohet nga këto sulme. Rama të dole ta prit çik tani, edhe ky është vendim politik tani. Ky është vendim politik. Të tha, prit çik. Për sa kohë që ne kemi ndjekur në mënyrën më të rregullt institucionale çështjen, më të rregullt. Fillojmë të debatojmë, jo po ne 42, po zotëri ka ndjek kushtetutë, do ta vendos kushtetuesa këtë punë. Okej, kuptova. Atëherë, për sa kohë që ne kemi në atë çështje, vendimi politik i Partisë Socialiste është nuk do të merrem me këtë çështje. Mbasi gjykata kushtetuese të jap vendimin, duket parë se si do vendimi do ta shqyrtojë. Hapet debati i dytë, që është masa e dytë. Debati i dytë fillon pastaj debati i dytë. Tani u po them edhe të fundit, më të fundit edhe të fundit. Vajti shumë vonë. Atëherë, do e jap fjalën as. Atëherë, unë deri tani fola juridikisht, unë nuk dëgjova të fliste një juridikisht këtu. Tani të flasin juristët. Vazhdoni juristët flisni tani. Jo, kam një jurist. Vazhdoni juristët flisni tani. Ne çfarë tani flisni. Ajo tani ke një pas aksi juridike. Një. Para punës, një mas mund kalohet nga mas më lehtë, mas më rënd, pa që nevojat pes vendimi gjykatës kushtetuese. Okej, e thua ti. Kodi procedurës penale, mos e them unë. Se e thot kodi procedurës penale. Por mos haro, po, ke drejt për këtë punë, ke drejt, prit. Pa ndryshuar fakte. Një minutë. Fakte prova se shkon gjykata. Një minutë. Jo, do t'jap përgjigje direkt. Do t'jap përgjigjen. Po, në sallën e gjyqit kalon nga një mas në mas tjetër. Po. Por në momenti kur mas e parë është në ankimim. Ku? Ankimim ku? Në gjykatë kushtetuese, po zotë, është në ankimim gjykatë kushtetuese. Po mirë pra. Por jemi në këtë kuadër, nuk jemi në gjyq zotëri. Nuk jemi në sallën e gjyqit. Të vike pasaksia e dytë. S'kam fare pasaksi. Kjo pa që çështja është gjykatë kushtetuese. Po dhe kur është gjykatë kushtetuese, nuk e prekim dot. Po institucioni më i lartë. Ku e kam shkruar? Ku e ke shkruar? Të më thesh pak ku e ke shkruar? Ku e ke shkruar këtë? Po ku e ke ti të drejtën të sfidosh vendimin e gjykatës kushtetuese duke marrë një vendim tani? Po e shtron gabim. Jo, më e shtron ti gabim. Po mirë, më ke ti drejt, ashtu është, ti duash. Unë jam jurist me këtë punë të punë. Nuk pranoj mendur ke këtë pjesë Albeni. Po Beni. E rëndon, le ta mbaroj se s'kam kohë. Pa mbaroj shqyrtimi në gjykim, nuk kam mbas protestë. Një sekond, se cili e shpreh opinionin vet. Jetë drejt. Po, kështu si e fundoja atë të votë. Dyta kush është? Mo lërë nuk merë farë me këtë. Ti je jurist me mirë se unë që të diskutojnë. Jo, po thuaj dytën. Ashtu si e shtron Beni historinë, i bjen që ky spaku po bën një veprimtari politike kundër kryeministit Rama. Pa asnjë provë. E thon hapur ai, nuk është. Prit mo, dakord, po se nuk kuptoj më, është hapur. Po tash po më lër do ta mbaroj. Le ta mbaroj. Nuk ka argument fare që nuk ka përsërit mua. Këtë thash, vazhdoj. Ta mbaroj. Kryeministri jot i dashur është burracak, nëse në seancën e parë parlamentit nuk shtron për reformim drejtësinë dhe nuk i nxjerr dhëmbët spakut për t'i thënë që ti nuk mund të bësh politikisht. Kush ai s'do ta bëj? Po them që do ta bëj. Unë po them çfarë do të jetë nëse nuk do ta bëj. Po zot, kush ai s'do ta bëj? Unë po them çfarë do të jetë nëse nuk do ta bëj më beni. Po ti publicitet do të jetë. Do të ardhmen, është do të jetë burracak nëse nuk e bën. Do themi do të flasim prap. Po. Okej, jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt, ku tema e nxehtë lidhet gjithnjë me spakun se çfarë pasojsh mund të ketë për politikën, pikërisht ajo çfarë po ndodh dhe se si dy partitë e mëdha mund të reagojnë. Ndërkohë, tema është ajo çfarë po ndodh me mazhorancën, pse mazhoranca ka zgjedhur të shtyjë apo të zvarrisë pikërisht përgjigjen për Belinda Ballukun, edhe pse është brenda kornizave të saj kushtetuese, pasi siç ka dalë gjatë diskutimit
një mazhorancë mund edhe mos të shqyrtoj fare kërkesën e SPAK-ut edhe ta kalojë atë në heshtje duke rrëzuar kur afati kalon 3 muaj. Që do të thotë, kjo është diçka që do ta vinte në siklet dhe do ta nisja me tafanin. Nëse është kjo, le themi, kjo qasje Endri e socialistëve për ta zvaritur dhe për ta çuar për te 3 muajve. Ndërkohë SPAK-u është i pafuqishëm apo ne mund të jemi dëshmitar të një mase tjetër akoma dhe më të fortë? Që masë të fortë, s'ka masë fortë. Ndoshta jo vetëm për Ballukur, por mund të ketë tjerë në mazhorancë. Pra nëse është kjo teza që SPAK-u tashmë i është drejtuar mazhorancës. E ndani këtë opinion? Nuk është se kapit sa numra telebingo SPAK-u dhe i bie në mazhorancës, janë çështje penale. Këto janë lidhura me njëra tjetrën. Domethënë, nëse dalin përgjimet, dhe na përgjimet dalin tabulatet, dalin, po themi që ka folur dhe me këtë, ka folur dhe me këtë, ka folur dhe me këtë. Ata që kanë punuar administratën socialiste, përgjithsisht marrëdhënien me njëri tjetrin i kanë mbajtur, se kanë mbajtur për tek tuk mund të kenë mbajtur në një dhe me PD-n, nuk e dim se mbas të penale se për të folur mund ka folur. Po them për ato që janë si ishte kjo s'e marr vesh. Dhe në rastin e indicet janë mjet për kërkimin e provës. Të thuaj tani. Po pra jo, që do dalë ka 26 doshë se ka marrë autoritetin. Mjet për kërkimin e provës. Po leta çoj një fjalë në fund më buri. Janë indicet, janë që shkojnë te prova. Se deri tani u tha se dolën në regjistrime, se çfarë tyre. Po, regjistrimet janë prova tani. Kjo zgjedhje e PS-s. Çfarë prodhon në raport me vetëm e ke thënë të gjë. Të lutem, sepse perceptimi është ky. Le ti të themi gjërat me perceptim, paktën për të krijuar një lloj narrative edhe në këtë bisedë. Kemi një masë të SPAK-ut, kemi kundërpërgjigjet mazhorancës. Kemi një tjetër masë më të fortë të SPAK-ut, kemi këtë kundërpërgjigjet mazhorancës. Do kemi një tjetër masë të SPAK-ut, apo kjo çështje do presi kohën që ju tha të ftohet? Nuk ka, është përcaktuar qartë, e ka bërë kërkesën parlamentit, nëse parlamenti nuk e miraton kërkesën, se legjet kaloi ndalon ajo punë. Mbaron këtu, po. Ti do bash një ministër në detyrë, po pra se nuk ka SPAK. Çfarë ndodh pastaj? E ndjek prokuroria pa mas sigurie. Si mund ta ndjekësh pa mas? Ka lidhje ndjekja pa pas sigurie. Po pra, po nuk mbaron këtu pra. Nuk po flas për etikën. Ne nuk po flas për përmbajtjen e dosjes. Okej, po. Dhe mirë me mas. Për masat i keni problemi, që doset jetë pa fajshme. Dhe në këtë rast. Pa mas. Po. Këtë doset jeni pa fajshme. Po 1 sekond ta mbaroj të këthu. Një herë lam për pa mas na iku. Okej. Ecim Endri. Më fal. Nuk e di më plako, ty do të vënë në kështu në rip në gojë, mos flasësh këtu të tjerët, ose do ndërpres dhe unë çdo fjalë që do thuash. Dhe po themi që në rastin e SPAK-ut është përcaktuar qartë, domethënë për sa i përket masës, nëse nuk shprehet parlamenti, domethënë ai le të kalojë ose voton kundër, normalisht SPAK-u për atë masë nuk ka çfarë të bëjë. Okej. Dhe mbyllet aty historia. Mund të ndodhë kështu? Dhe as nuk mund ta arrestosh. As nuk mund ti bësh kontroll banese, është përcaktuar qartë në konstitutë. Dhe ky do ishte i precedent i fortë edhe për ne, se për të tjerë. Po nuk është problemi te precedenti, se problemi nuk e shikoj atje, po nëse personi në fjalë është i fajshëm. Dhe është, po themi, ka abuzuar me tendrat. Si mund të mbash në detyrë ti, se është po se dim pra këtë, nuk e dim. Ajo është zgjedhje politike. Tani. Të nuk e dim pra. Ne zbulojmë, të lutem, ne zbulojmë që në këto, për sa i përket masës, politika është përcaktuese. Nuk ka SPAK që detyron një ministër të heqë imunitetin. Atëre, ne kemi drejtësi politike, që do të thotë varet nga politika drejtësia. Pra, kur politika i ofron mbrojtje, imunitet atyre që akuzohen për hajdutëri. Dhe kjo është aty ku arrim përfundimi. Dhe përfundimi dhe kjo përfundim do shkosh pastaj tek vota popullore për ta ndryshuar këtë realitet politik që... Tu Rama përfiton pra. Kjo është skema, mund t'jetë një skem kjo? Se Rama duke patur përballë Berishën përfiton. Mos kujtoni se këto gjëra që janë këtu nuk shkojnë raporte tek ata të cilët janë aleatë tanë dhe ata që kanë insistuar te SPAK. Po. Çdo gjë që ndodh këtu, edhe kjo përplasje tanishme raportohet. Dhe do ketë mbase dhe lëvizje tjera. Siç mund marrë në ngrata Berisha, mund të marrë në ngrata dhe në ai tjetër. Siç mund ndodhi në ai gjë, pra, ideja mos ka pasur një direktivë. Bene, një sekondë. Presidenti ka pasur një për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam marrë një akt për sa i përket korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Po.
Para një jave morë. Nuk është e rastësishme. Nuk është e rastësishme. Dhe lidhet me situatën kryesisht në Shqipëri. Se me Bosnjën e hoqën Dodikun, ati që i bën presion. Pra, dhe Ador heqën Dodiku, u largua dhe ja hoqën dhe non gratën. Në Kroaci nuk është se kemi me korupcion të madh, në Malzi nuk është se kemi ndonjë gjë me korupcion të madh. Ngelu vetëm Shqipëria. Për ju fokusi është Shqipëria, okay. Normal që është Shqipëria. Faik, si e parashikon këtë përplasje politiko-juridike? Fiton PS-ja duke e çuar në kalenda greke ose duke rrëzuar, po me koston qoftë edhe në opinionin publik, apo do fitoj SPAK-u qoftë edhe me një lloj imponimi ndërkombëtar që PS-ja të detyrohet të shkojë drejt heqjes imunitetit? Shiko, jo, kryeministri ka thënë që do të shqyrtohet kjo çështje, do të merren mendimet nga gjithë palët, edhe brenda juristëve dhe gjitha, pra do t'i shkojnë në themel dhe do dalin me një komunikim se si do veprohet. Por unë nuk e shikoj si një përplasje në momentin që politika me gjyqësorin kanë kundërshtit e tyre. Pra, në gjithë botën ne kemi parë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përplasja politike me gjyqësorin ka qenë e vazhdueshme, e përhershme, dhe gjithë secili ka kërkuar të drejtat e veta që i jep kushtetuta e vendit. Edhe në Shqipëri, kur përplaset politika me gjyqësorin për të kërkuar të drejtat që ju jep kushtetuta, kjo nuk është ndonjë çudi. Në fund fare do gjykohet nga institucionet përgjegjëse dhe do të marrë rrugë. Por kur institucionet, pra, siç kishim rastin që u futet në punët e një institucioni tjetër, pastaj këtu është problemi. Edhe me drejt gjykata kushtetuese ka vendosur pezullim dhe shqyrtim. Kështu që këtu nuk ka as të humbur as fituar, gjithë secili do të marrë qëndrimet e veta kushtetuese dhe gjithë secili do shkoj atje ku e ka përcaktuar ligji dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Përplasen, nuk përplasen, çuditëra të mëdha pse qeveria kundërshton një masë apo një veprim të një institucioni tjetër, kjo nuk është një problem shumë i madh për mua. Gjithë secili kur e shikon që ose kur mendon është e padrejtë, duhet patjetër të reagojë. Si reagohet? Sipas rrugëve ligjore. Dhe për sa kohë kemi të bëjmë me rrugë ligjore dhe nuk kemi kundërshtim që unë se bëj se s'du, jemi në rregull. Do shikojmë se si do të dalë përfundimi dhe... Ju thatë në fund e niset me tonë që Rama duhet të bëj atë që do t'ishte më logjikshme se sa të sulmoj sot SPAK-un, sipas jush. Pra të bëj edhe një herë reformën drejtësi, po thoni? Do bim dakord për disa parime. Nëse presupozohet ose nëse kemi një qëndrim që SPAK-u po sulmon politikisht Partinë Socialiste ose eksponent Partisë Socialiste, do të thotë që SPAK-u e ka humbur atë që është funksioni themelor i cionit një instrument i drejtësisë dhe një instrument politik i drejtësisë. Në këtë pikë tregon që nëse jemi në këtë hipotezë, reforma e drejtësisë ka probleme dhe si e tillë duhet rifutur në shina. Dhe kryeministri ka thënë më shumë se një herë çështën e shinave nga e cila reforma e drejtësisë ka dalë. Nëse reforma e drejtësisë nuk është një instrument i tillë, që do të thotë është një instrument i drejtë, i ndërtuar dhe funksionon ato që janë shinat dhe parimet mbi të cilat do ndërtua reforma e drejtësisë dhe veçanërisht SPAK-u dhe GKK-ja, se ne themi SPAK-u, por nuk është SPAK-u vetëm, është SPAK-u dhe GKK-ja. Atëherë, Ministri Rama duhet vlerësoj punën që bën drejtësia dhe t'i hapi rrugë drejtësisë në funksionin që ajo ka për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Nuk mund të ketë qëndrime të ndryshme nga këto dyja. Nuk mund të ketë një qëndrim në cilin ne vlerësojmë punën e SPAK-ut, po do ta vlerësojmë thellë që të shohim është e drejtë apo jo. Puna e SPAK-ut është e drejtë në kuptimin e mbrojtjes imunitetit. Se Beni me shumë drejt thot një nga gjërat e sakta që tha, ishte që imuniteti është kontrolli që organi politik ka ndaj organeve tjera që këto të fundit mos ta cënojnë në funksionin e tij. Që do të mos dalin jashtë binarëve për ta cënuar në funksionin politik që ka. Ky është imuniteti që ka, edhe ministri dhe deputeti. Dhe në këtë kontekst, nëse SPAK-u lajthit dhe shkon për të kërkuar imunitetin në mënyrë të padrejtë, do të thotë që ka humbur shinën në cilën duhet të ecë treni, ka dalë jashtë binarëve. Dhe si tjetër duhet të rifutur në binar, dhe SPAK-u mund të rifutet në binar vetëm me një reformë drejtësi. Kështu që kryeministri ka dy rrugë zgjidhje. Në janar e tutje. Në janar e tutje. E fitoi këtë kohën tash me procedurë. Ta që akuzonin Lulzim Bashën që shpëtoi nga ndjekja penale me procedurë. Edhe këta e shfrytëzojnë marrin rastin e Lulzim Bashës për ta përdorur për procedurë.
Që do të thotë, me procedurë e shtyu këtë, se kjo do të jetë përballje reale. Nuk është përballje reale e gjykatë kushtetuese. Përballja reale është ajo që ndodh në sallën e parlamentit. Se nga një ran ke një vullnet që është vullneti juridik i SPAK-ut, dhe nga ana tjetër ke një vullnet politik që është vullneti politik i parlamentit, jo vetëm i majorancës, i parlamentit në tërësi. Sa ty mund bën 140 deputet bashkë dhe thonë që jo, nuk e heqim imunitetin, si kurse mund bën 140 bashkë që e heqin imunitetin. Dhe në këtë kontekst, nëse ka qoftë dhe indicjet sa më të vogla që SPAK-u është jashtë binarëve, kryeministri ka detyrë të rifilloj një reformë dhe cilë të fusë SPAK-un brenda binarëve. Por nëse nuk është ky rast, atëherë kryeministri nuk ka rrugëzidhje tjetër politike, vetëm se ti nënshtrohet vullnetit juridik të SPAK. Që do të thotë çfarë në këtë vështrimin tuaj, nuhatja juaj, që do të thotë, çfarë ju thotë sot ose nesër çfarë do bëj Rama? Kryeministri nuk do bëj asnjë nga këto dyja. Kryeministri thjesht do fitoj kohë. Dhe me shumë gjatë do të përdori vendimin e gjykatës kushtetuese, që mund të jetë në favor të ti, i dysojshëm dhe në favor dhe kundër ti, për të zgjidhur një ngërç që është ngërçi që ai ka në parlament. Ai do të përdori atë vendim për të dalë nga situatë. Nëse do të marrë një vendim pozitiv, do ta përdori për të thënë që shifet tash se SPAK-u vërtet po cënon politikisht sistemin, do ta votoj imunitetin, po? Ose nëse do të humbat në vendim gjykatë kushtetuese, pastaj besoj që do të jetë është në kushtet e lëvizjeve me detyrim përcaktim. Do t'i ketë gjitha lëvizjet në vijim me detyrim përcaktim. Meçaj, duke vijuar te kjo analizë, si mendoni ju do të lëvizë Rama në janar e tutje? Atëherë po marr me radhë parlamentin njëherë tani. Po. Ju kaluat të 3 muajshe dhe paragjykuat, nuk po bëhet gjë tjetër veçse po prodhohet një skem për ta shpënë në kalandër e përfundimisht çështja bllokohet dhe vazhdon çështja penale pa më sigurie. Po. Unë nuk kam gjuhë në një deklarat deri tani nga Partia Socialiste dhe në mirë posaçme nga kryeministri. Do ta shqyrtojmë këtë. Po. Ai ka ngritur një çështje që është parimore. Kur një çështje është në gjykim, duhet mbarojë ajo të vazhdojë tjetra. Okej, e thamë, po. Kështu që këtë parim ka ngrit ai. Ka dëgjuar juristët e gabuar. Po, eci. Duhet ta pyesi zotin Manja edhe një herë në raport me këtë interpretimin juridik, se ke rasti Basha ja ka dhënë mirë shembull, po ke ky rast ja kanë dhënë gabim. M'fal se ndërpreva. Po. Tani nuk ka njeri që është jurist që nuk e di që në 22 jepet vendimi, mund të jetë edhe 24 vendimi dhe janë 2 muaj kohë. Në momentin kur ne interpretojmë çështjen e 2 muajve kohë që janë në fat që do shqyrtohet parlament kërkesa e SPAK-ut, do shqyrtohet në parlament. Po. Çështja Basha nuk është e tillë. Çështja Basha është që u pezulluan veprimet e prokurorisë. Në parlament çfarë mund të ndodhë? Mund të ndodhë ajo që unë e pres, që SPAK-u do vetë paraqisë provat, ka apo s'ka prova. Po. Unë sfidoj këdo që është edhe këtu që të nxjerrë një provë që ka nxjerrë SPAK-u. Përveç përveç që kemi u së bënda. Të lutem tani. Po. Të lutem. Ne shpallëm korrupsionin përveç ke një javë të tërë ku Sali Berisha dhe Gazbardhi dalin me fakte dhe prova mbi një korrupsion. SPAK-u nga ana e tij, si institucion i paanshëm, si institucion i cili reagon ndaj gjithë veprimeve politike që flasin në emër SPAK-ut, dhe nuk është rasti i parë që ka reaguar disa herë, edhe ndaj kryeministrit, s'ke punë me ne, minimalisht do të mbajë një qendrim ndaj këtyre fakteve të cilat janë hedhur në treg nga opozita. Në emër të SPAK-ut, tu të mbani i tha që të thonë të zotrinj, nuk keni drejt flisni, se minimalisht ne nuk kemi shpang këto qëra. Nuk foli SPAK-u. Po pse nuk foli SPAK-u? Po kur ka fol SPAK-u një herë tjetër? Nuk foli SPAK-u. Pse nuk foli SPAK-u? Tani unë po bëj një analizë që shumë e thjeshtë. Që ditën që në krye të SPAK-ut ka erdhë Dumani deri më sot. Çfarë çështje ka hapur Dumani për atë korrupsion endemik që kishte Partia Demokratike e Sali Berishës? Çfarë çështje ka hapur? Se dirë, këthupin... Jo, ti them unë, s'ka nevojë të thosh këthupin, ti them unë. Jo, se ai është ndjekës... Ne nuk lejohet në Shqipëri të jetojmë asnjë çështje tjetër pa mbaruar korrupsionin e PD-s. Dëgjon. Pastaj do fillojmë me korrupsionin e PS-s. Pra me fjalë, sa ka bërë të tilla, një që është çështja Partizani nuk e ka bërë Dumani. E ka bërë Ben Kraja, i mbeti në dorë dhe vazhdoi. Dhe ajo çështje ku ka përfunduar në ima sigurie, detyrim paraqitje Berishës, që çdo të hënë Berisha ve podiumin atje, ver mikrofonin dhe mban një orë fjalim.
i shanë të gjithë nga motra slenjeri, dhe ka që i ka bërë nder Spaku Berishës. Pjesa tjetër, kemi 20 janarin, ka 2 vjetë që ka Spaku në dorë, me vendim gjykat e Strasburgut. Asgjë s'ka bërë. Kemi çështje tjetër. Po vuan vetëm Ilir Meta. Meta, Veliaj, Ahmeta i Balluku. Nuk është vetëm kjo, jo. AKTPD-s, po. Meta. Pra me i fjalë. Meta me Diu. Pra me i fjalë. Po themun, çështja e 20 janarit dhe çështja e Gërdesit, në mënyrë posaçme, çështja e Gërdesit është futur një procedurë juridike që është e ngjashme me rrugën e Kombit. Që do të thotë rruga e Kombit mund të hapet tani. Edhe pse është bllokuar për efekte procedurale, nuk është bllokuar se duhet bllokoj parlamenti, jo. Mëtej, shitja ose falja e 4 hidrocentraleve nga Berisha në bashkëortakët e vet turq është korrupsioni më i madh. Janë 4 hidrocentrale. Bistris 1, Bistris 2, 2 shkopetët sipër. Vjedhje drastike. S'ka mërje. Tokat e Gjirit Lalxhit janë korrupsion. Aktiv. Personi që ishte përgjegjës kryesor atje, e bëri deputet Berisha. Asnjë çështje Spaku. Dhe tashmë çfarë ka bërë Spaku? Spaku ka hapur gjithë çështje vetëm në një palë. Dhe me të drejtë tani vim tek analiza që bëj unë. I erdhi mendja Partisë Socialiste, i erdhi mendja e Ramës, tha po prit çik tani se ne Spakun nuk e ndërtuam si instrument politik për të na goditur vetëm ne. Të godas korrupsionin po. Dhe korrupsioni tani na del që qenë ka vetëm i Ramës, krau tjetër, dhe dhimbterja aq, sa sot del Berisha, dhe ka marrë kartën e luftës kundër korrupsionit Berisha. Dhe kush ja ka dhënë këtë drejt? Spaku. Që nga ky moment, këta të Partisë Socialiste kuptuan një gjë. Që kur i thonë Spaku zotëri, e ke nisur një çështje dhe ke hedhë në treg vetëm një dosje, që është 48 faqe, kaq ke treg, e kishpërdarë Spaku është përdarë. Po nuk është Spaku, praktikisht është e vendim ma sigurie e asaj gocës. Vetëm ajo dosje ekziston në treg, vetëm ajo. Ndërkohë kur plotat kundër Belindës janë ngritur me përmasa nga më çuditshme. Ku do të dalësh Benis, se duhet të shkojmë publicitet. Duhet të dalë, nëse se morë vesh ku do të dalë. Spaku përfundimisht u konceptuan nga Partia Socialiste si një mjet politik. Cilat janë mënyrat e reagimit të PS-s. Në këtë kuadër filloi reagimi i parë. Dhe reagimi i parë është institucional. Dhe ta presim një çik gjykatë mbështetuese. Në janar cili mund të jetë reagimi i dytë? Mëtej, vetë Partia Socialiste do hap dosjet, ato dosjet që ka shpën Spaku tani. Ato USB-n. Që na del që e pas ka Berisha dhe edhe Gazbari se ka njëri në botë. Okej, çfarë do bëjmë me atë? Do të hap dhe të shoh ka prova apo jo. Sepse, po them unë që kam parë të gjitha provat të hedhura në treg nga këta gazetarë që po e bën korrupsionin lum këtu. Nuk je i bindur nga ato prova. Jo, nuk ka prova mos, jam i bindur. Shkoj publicitet. Çka do thotë? Mbyllet, lutem, po, se s'kam më minuta. Është në interes në Partisë Socialiste, siç kam thënë. Belinda Balluku është personi më interesuar për atë çështje. Por çfarë po na ndodh tani? Nëse çështja nisi me tunelin, dhe kur u pa që te tuneli këta bën blof, se bën një lëvizje politike praktikisht, goditën deri qeverinë sipër me shkarkim, tani ka filluar po hapin me rast të gjitha. Edhe çfarë po na ndodh se unë di që Koka, i cili ishte ministri i mjedisit në Shqipëri, për çështjen e Tiranës, ju bëj gjyq më vete, ju hap çështje më vete. Për çështjen e Fierit, ju hap çështje më vete dhe morëm dënim. Tani, Belindës i ka mbledhur gjithë tendrat që ka bërë në Shqipëri, dhe këtu shoh një cinizëm të Spakut, i cili po vazhdon të bëj gabime në kuadrin e vet, o të një detyrimi politik, o një pengmarrja, ku dëgjoj unë, sepse është absurde sot, është absurde që Spaku ka nisur 2 vjet përpara një çështje, që është tuneli, dhe sot, do më thëmë, para 10 ditësh, i është mbushur mendja që të kap korrupsion e Belindës me rrugët dhe vetë merr tendrat sot. Dhe thotë, Belinda po më zhduk, se ka fare, nuk e ka fare. Po e ka, mos se ka. Nuk e ka, zotni. Dhe për veprimin e hapur, jo, Spaku e ka edhe një tani, se mos i ngatrojmë gjërat. Është një çështje që para 2 muaj, zotëri, shife dhe Por tendrat i ka Spaku apo jo? I ka i gjitha. Po pra në rregull pra. I ka, çfarë do i thuash? I ka, po shive. Ka drejt jetoj.
Kush ka drejt? Spaku. Ka drejt jetë. A ka drejt jetoj? Do t'i dhe njerë, nuk është çështja të jetoj. Po qa pastaj? A ja çfarë Se po thua pse po jeton? Jo. Po e për rregull. Jo, zotni, nuk po i them pse po jeton. Po. Por Spaku, kur dështoi radhën e parë, kur dështoi radhën e dytë, po prodhon një plot informacioni i cili në vetvete është tentativë për të mbrojtur gabimin e parë, po them. Okej. E kuptove çfarë po them? Publicitet dhe rikthehemi se jemi tej minuta. Publicitet i lutem. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, pjesën e fundit e emisionit i dedikohet një deklarate të Ramës sot përballë dërtuesve kryesisht, me ta e kishte inatën kryeministri kur ka folur për paqen fiskale që pritet të hyjë në fuqi në 1 janar, ai u është hakurryer duke u thënë që ata nuk do të kenë ose nuk do të përfitojnë nga paqja fiskale. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Për të diskutuar mbi paqen fiskale që do të hyjë në fuqi nga janari 2026, Kryeministri Rama mblodhi komunitetin e biznesit dhe sipërmarrësit, të cilëve u rikujtoi mundësinë e korrigjimit të pasqyrave fiskale në mënyrë që të formalizohen. Ky rishikim jep mundësi sipërmarrjeve të korrigjohen, të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara, pra për çdo pasqyrë të korrigjuar, fitimi tatohet vetëm 5%. Kjo rrit formalizimin, nuk cënon integritetin. Nga kjo iniciativë ligjore përjashtojnë vetëm ato biznese që janë në konflikt me ligjin ose në procese gjyqësore, me përjashtim të atyre që tërhiqen. Bizneset që janë në procese gjyqësore, nëse tërhiqen, përfitojnë nga paqja fiskale dhe në ndërkohë, por ama nuk do të ketë një vendim të formës prerë. Nga paqja fiskale, Kryeministri Rama përjashtoi vetëm një sektor, atë të ndërtimit. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Më keni mbrapa këmba këmbës. Protesta që i erdhi nga një prej ndërtuesve të pranishëm në sallë, i cili kërkoi më shumë mbështetje nga shteti, kryeministrin e bëri të ishte edhe më jashpër. Mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, nuk të vjen me 500.000 lek të shtroj një plak buri botës. Po nuk keni fa ju. Na e ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet dot t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Dhe pastaj kërkoni, çfarë mbështetje kërkoni ju? Çfarë mbështetje? Jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri. Jeni sektori ku shfrytëzohen punojësit më shumë se në çdo sektor tjetër në Shqipëri. Paqja fiskale, veç mundësisë së korrigjimit të pasqyrave financiare dhe negocimit të fitimit mes biznesit dhe tatimeve, parashikon edhe fshirjen e borxheve më të vjetra se 10 vite. Ligji u miratua më 12 dhjetor, pavarësisht kritikave nga Dhoma Amerikane e Tregtisë, PMN dhe Komisioni Evropian, se paqja fiskale mund të lërë hapësira për pastrim parash. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, jemi rreth 15 minuta ose 12 minuta këthupi, kështu që sa më të konciz në këtë betejë, është betejë kjo apo thjesht një për të larguar vëmendjen nga çështjet e Spakut? Kjo është faqe të zakonshme që ka kryeministri. Dy gjëra për paqen fiskale. E para punës për ligjin shqiptar, çdo detyrim i cili ka kaluar një afat 10 vjeçar që pa kërkueshëm. Në shteti nuk ta merr dot më. Nuk ta merr dot. Falet për shkak të ligjit. Nëse ti e ke pas detyrimin në 1 dhjetor ditë 2015, shteti nuk ta merr dot, nuk ka mekanizëm ligjor për të ta marrë. Kështu që nuk është se po të fal gjë. Ç'është para 10 vjetësh. Ta ka fal ligji. Në që mos ta shesi kryeministri kur po bën një mrekulli të madhe. Dhe ka 10 vjet administrata e tij nuk e ka vjelur këtë detyrimin. Është fajk i administratës nëse detyrimi nuk është vjelur. Kështu që po mbulon një gabim të administratës shtetërore. E dyta, kur kapet me ndërtuesit, atë lutem. Ndërtuesit janë sektori, sipas gjithë studimeve sektoriale, sektori me përqendrim më të madh paras informale. Dhe kryeministri qahet për pagat, kryeministri nuk kontrollon përqindjet që paguhen në shtet në fel, nga e kanë burimin, merr gjitha sondazhet më të fundit, gjitha raportet më të fundit të Shqipërisë, gjitha targetojnë sektorin ndërtimit si sektorin që ka përqendrim më të madh paras informale. Dhe problemin e kemi ke pagat që nuk paguhen në mënyrë korrekte. Po mirë, po ti mbushet mendja një ditë sektori ndërtimit dhe të bëj një 6 muaj grev
E di kryeministri që ikën 18% e prodhimit brendshëm bruto? Se kemi ndërtuar një model ekonomik në cilin 18% e prodhimit brendshëm bruto varet nga sektori i ndërtimit. Është ekonomi në cilin sektori i ndërtimit e ka kaluar po e kalon sektorin e bujqësisë. Kështu që nëse ka problemet janë, por nuk janë pagat informale, dhe kryeministri nuk mund të vitet ankohet për sektorin e ndërtimit kur i ndërtojnë kate pa leje mes qytetit. Se i bën që i ke mbyllur të 4 sytë që ke për të kontrolluar sektorin e ndërtimit. Do ta kontrollosh sektorin e ndërtimit të tritash, po kontrolloj një ca godina që kanë mes qytetit që të bëjnë nga 7 kate, 10 kate pa leje. Dhe pastaj mos hajde të ankohesh për pagat. Paguajnë pagat në rrugë informale. Formalizoje pagat, bëj kontrolle. Ke gjithë administratën shtetërore në dispozicion. Kontrolloj ata që marrin pagat, kontrolloj burimet financiare. Paqja fiskale është diçka që i duhet ekonomisë apo është edhe kjo një Absolutisht po i duhet ekonomisë. Çështja është që në gjykimin tim jo në formën në cilën është. E ka bërë qeveria pse? Ku është problemi pra? Ne kemi një problem me deformimin e modelit ekonomik. Niveli paras informale që futet në ekonominë shqiptare është shumë herë më i lartë se do të ishte ajo që është normalja në vendet e ngjashme, vendet si motra. Dhe ne jemi një ekonomi që po bazohet gjithmonë më shumë te paraja informale. Dhe kur flasim për para informale, ka 2 modele parash informale. Janë legët e krimit organizuar që vijnë nga trafiqet ndërkombëtare, janë legët e korrupsionit që prodhohen në Shqipëri. Të dy këto përbëjnë element parasi informale. Dhe të dy këto elemente janë bërë zë shumë i madh në ekonominë e vendit. Raportet që flasin, raportet e organizatave që merren me manivaljet e tjera, që kanë bërë studime, bëjnë llogari që është diku mbi 1 miliard euro dhe fluksi i parasë informale në vit në Shqipëri. Që do të thotë, ekonomia po bazohet tek paraja informale. Dhe nëse ekonomia bazohet tek paraja informale, modeli ekonomik është problematik dhe është në mundësinë e kolapsit në çdo moment kohor të mundshëm. Faik, kjo le të themi, kjo qasje në raport me këtë sektorin e ndërtimit, ju duket normale se nëse përfitojnë gjithë, pse mos përfitojnë këta nga paqja fiskale? Apo është një, le të themi, retorik populiste e Ramës, nuk është se do të diferencojë kur zvi puna tek paqja fiskale? Jo, besoj që duhet me pa dhe me lexuar dhe me shqyrtu ligjin se çfarë përmban, po besoj që është ashtu siç e tha dhe kryeministri që nuk do jenë përfitues, duke qenë që ndërtimi kjo është për të ardhur ndihmë disa biznese që kanë pas probleme me shlyerjet, me gjobat, me gjyqjet, me problematikat gjatë ekzistencës tyre, ndërkohë ky problem të ndërtimit nuk shikohet, se ndërtimi ka qenë gjithmonë fitimprurës, ka pas fitime maksimale, e ka filluar ndërtimin me 300 euro, me 400 euro metrin katror, kur e ka mbaruar, ka shku me 700, e filluan me 1500, shkoi në përfundim, pra ka pas gjithmonë fitimin, sikur vetëm me lëvizje dhe me ndryshime. Kjo nuk diskutohet, që sektori i ndërtimit është fitimprurës. Prandaj dhe madje kryeministri shkoi deri atje sa thotë që unë, jo që t'ju përfshitet paqja fiskale, por po t'ishte dorën time, do ju kisha vendosur disa kushte tjera për mirëmbajtjen e punojësve, sepse realisht punojësit në Shqipëri po vinë dhe po bëhen problem edhe për shkak të mungesës së pagave dinjitoze. Sepse nëse ti ke të ardhura 30-40% fitim në një biznes dhe një punëtor e ma me rroga më minimale, normalisht ai punëtori do iki. E pastaj do dalësh thosh që s'ka punojës, nuk ka punojës, se duhet me paguajt atë punojës. Kështu që prandaj është kjo pjesa e ky debati apo ky komunikimi me biznesin e ndërtimit, duke mos e parë biznesin e ndërtimit që një biznes i cili ka nevojë për të padur një paqe fiskale apo ka nevojë për t'i dhënë një dorë. Po bizneset tjera kanë nevojë sepse kanë pas probleme gjithmonë për çështje të organizimit dhe fitimit. Kur flasim për ekonominë shqiptare, detyrimisht do ngetemi tek ndërtimi që është një pjesë e mirë e kësaj ekonomie. Megjithatë, ka të drejtë Rama që u kërkon llogari ndërtuesve? Pse do kërkoj llogari? Lejtë ndërtimit i jep vetë. I ka përqendruar për dhe më saktë janë gjithë vetë, domethënë dhe ndërtimi është sektori më i madh në Shqipëri. Nëse do të ndërhynte te niveli i pagave, mjaftonte që të mos lejonte importimin e punëtorëve tuaj në Shqipëri. Pra, që të punosh, duhet të jesh shtetas shqiptar. Nuk ke nevojë që të marrësh në Bangladesh, se të marrësh punëtor në Bangladesh apo të marrësh punëtor nga vendet e tjera, nuk kupton që ti ta mbash pagën e ulët. Po.
Detyrimisht, patjetër. Detyrimisht, ti I thua shqiptarit do vish tu për 400.000 lekë, po themi? Jo, thot shqiptari, mirë s'ka I se marr unë andej. Okej, pra duhet shikonim një lloj politike tjetër për të stimuluar. Edhe është në dorën e qeverisë, si thua, që të punosh Shqipëri duhet të jesh shtetet shqiptar dhe me këtë e mbyll kanalin dhe detyron pastaj bizneset e ndërtimit dhe çfarëdo lloj biznesi tjetër që mos ofroj paga qesharake, se nuk është vetëm biznesi I ndërtimit, janë edhe bizneset e tjera. Dhe ne po shikojmë që në Shqipëri po mbushet plot me emigrantë që vinë për këtë punë, të cilët dëmtojnë interesat e punëtorëve shqiptar. Sepse vjen dhe jetojnë shumë veta, po themi në një shtëpi që rrinë me qira dhe nuk e kanë problem të jenë me, po themi me rroga të ulta. Kurse një shqiptar që ka ndërtuar këtu dhe ka familje për të mbajtur se ka të tjerat, detyrohet pastaj që të largohet jashtë vendit. Dhe dalë ne po I kthehemi atij modeli ekonomik siç e ka Evropa perëndimore, në të cilën prish dhe kohezionin social, rrit një numër emigrantë dhe pastaj rrit dhe çmimet, sepse ata që vinë jashtë zën shtëpitë me qira, rriten shtëpitë e qirave, pra është një zinxhir I tërë që ndodh nga ky problem që vjen pikërisht për arsye që qeveria nuk ndërhyn në sektorin e punësimit. Okej, kjo është e punësimit. Po, ju mendoni që sot sektori I ndërtimit duhet të rishikohet më shumë edhe si një lloj strategjie, pra mjaft ndërtimeve pa kriter. Ka një problem, nuk është vetëm puna pa kriter më. Problemi është ngurtësimi I aseteve. Pra ti ke fonde të cilat ti I hedh dhe I bën beton. Në vend që të kesh fonde që cilat ti jesh në drejtim të produktit, në drejtim të prodhueshmërisë. Ti po I falimenton dhe ato, dhe po I falimenton prej ndërtimit, se duke lënë ti, po themi, që të pastrojnë parë ndërtim, ti ke një fluks shumë të madh nga parët e pistat që janë jashtë, llogariten rreth mund të shkojë deri në 4 miliard euro në vit, fluksi I parave që vinë nga jashtë në Shqipëri. Edhe ato që vinë, këto para që vinë në Shqipëri, e çojnë euron që shkon nga 140 lekë shkon në 100 lekë euro, tani ka vajt 90 dhe sa. 96 nuk e di. Dhe kjo dëmton prodhimin vendas. Ata që atë pak prodhim vendas që kishim ne tani e kemi më të shtrenjtë në Evropë. E kemi 30%, 40% më të shtrenjtë në Evropë. Ata të cilët kanë investuar në pra po thua sektori ose ky boom I sektorit të ndërtimit ka deformuar ekonominë shqiptare. Po patjetër që ka deformuar ekonominë shqiptare. Kjo është një temë që meriton një emision më vete, po ta mbajmë vetëm te kjo se s'kam shumë kohë, vetëm 2 minuta me çaj. Kanë të drejtë ndërtuesit apo Rama sot? Por mos u fut shumë në analizat thella. Rama. Pse? Do bëj analizë apo do përgjigj thjesht? Dakor, pra, po pse? Po tani, prandaj bëhet analizë. Shqipëria që në vitin 90 dhe deri më sot është absolutisht ekonomi informale. Absolutisht. Po, tu bien dakor, po. Në qoftë se do të kuptojmë informalitetin dje dhe sot, mjafton të shohim që për 10 vjet u prodhuan qytete të tëra rrotull Tiranës. Me çfarë leku bën ato? Sa po diskutojmë ne tani, shohim një kull dhe themi, po s'bardh dhe pare të kulla. Kur shohim që është bërë një qytet I tërë, dhe ka bërë qytetari. Po. Në çfarë bëri? Me çfarë lekë bëri? Se kur filloi llogarit, nuk shifet se sa pare janë hedhur, se duhet bërë statistika që të djesh konkluzion. Okej. U prodhu një delezez, ndërtimi. Problemi që ka kryeministri është informaliteti dhe po prodhon mekanizma kundër informalitetit. Pra, në informalitet, nuk është problemi rrogës të ullët, që po na vinë të huajt ne dhe po na ullin rrogët. Nuk është kjo fare në diskutim. Diskutim është që punëtorët marrin, po themu, 1.000 euro dhe borderot bëhen me 300 euro. Këtë po thot ai. Nuk po thot që është ullu rroga nuk merr 1.000 euro, po merr 300 euro. Kështu që analiza që bëhet thuj, që ti themi stop atyre që nga jashtë, do të dalim çik terren, të kuptojnë çfarë ndodh. Gjithë ndërtimet, në masën tani 50% kanë probleme serioze me fuqinë punëtore. Pse ndodh një gjë e tillë? Sepse nëse deri dje investimet I bënte privati vetë dhe punonte bënte edhe vetë betonin, pra gjithë këto qytete që shef ti, rreth Rrodhut, Kamës, Laprake, me radhë, ka punu vetë, sot bëhen ndërtime të organizuara që I bëjnë ndërmarrjet. Dhe ka mungesë fuqi punëtore dhe për faktin që janë larguar. Kjo fuqi punëtore
Sot, po zvëndsohet gradualisht si nevoj, jo si shmangje tregu, po si nevoj e tregut, nga fuqi punëtore e cila shqyqyr që ekziston. Kam thënë dhe të vazhdoj të them, nga 92 deri në vitet 2000, Greqinë e bën shqiptarët, ata e ngritën. Ja ata që ai birzente me fshes. Po nuk u ngritën populli grek dhe nuk u ngrit politika greke. Largojnë shqiptarët se na zun tregun. Po thanë shqyqyr që po na vinë, sepse fal tyre ne ngritëm Greqinë. Tani ne po themi, larg këta që po vinë, jo zotni. Ne kemi nevojë për fuqi punëtore. Dhe duhet të jemi shumë konsekuencë dhe të flasim mbi logjikë ekonomike, jo mbi logjikë politike për ngjarje dhe zhvillime të cilat Okej, po mund të themi që ç'është parja e pis në një vend. Okej. Se unë nuk e di kur ne e kemi patur tregun konkurrues në Shqipëri dhe u prit. Asnjëherë, pra këtu ke drejt. Pra me fjalë, 32 vite çfarë po themi? ka patur. Futet parja pis edhe konkurrime, jo më jot. Një trup i smur, për ta bërë më të thjesht fare, kur kalon një gjendje akute, i futet gjak ose i futet serum. Dhe gjaku dhe serumi që futet një trup nuk ka etnitet nëse është negër, nëse është aziatik, por thotë grupi i gjakut C5, C10. Pra po thua që ekonomia jone ka domosdoshme këtë para që vjen nga jashtë. Po me të ka jetuar, Morti. 30 vjet me të ka jetuar. Nuk ndërtojmë një model ekonomik. E vetmja gjë që po ndodh tani është që duke e parë që kjo ekonomi, kjo pare, po mban ekonominë gjallë këtu, dhe i ka dhënë, se kemi rritje ekonomie, nuk është se kemi. Po edhe sikur të stagnacion. Po praktikisht po e mban këtë vend gjallë, ata të cilët nuk e duan një gjë të tillë ngren tezat. Dhe thonë, pare pis, krimi. Krimi, ju e pat krimin çdo të thot krim. Krim, brenda një veprimi, brenda një dite, i merë të gjithë të grupet kriminale të cilat i merë i fut brenda si që janë futur brenda të gjithë. Me qaj, faleminderit se jemi në fund të... Ndërkohë, jo që unë duhet të theksoj, me qëse pyete tani, me qëse pyete... Për çfarë? Për ndërtusit. Tani keni bërë ndërtusin Delezes. Është Delebar ndërtusi? Jo, një minut. Ndërtusi... Me një fjali, po. Ndërtusi është një kategori, po, e cila është kategoria më punëtore në Shqipëri, sepse ndërtusi nuk është investitor... Tu po del kundër Ramës? Një minut. Po. Po më dal kundër, pse mos dal kundër? Jo, po pyesë... Në fund të emisionit... Jo, një minut. Ndërtusi është kategoria punëtore, nuk është investitori, zotëri. Po. Është ai i cili me çekiç e me dalë të ri në diell, në shi dhe natyrisht nuk duhet të rretohet me perceptimin që zbart parë ndërtuesi. Nuk zbart parë ndërtuesi, zotëri. Ndërtuesi ndërton dhe nuk ndërton vetëm kulla. Po ndërton dhe fabrika, dhe do dilje në Shqipëri dhe të shifni sa kapanone janë bërë, dhe si janë të bushur kapanonet. Jemi në limite, unë të uroj dhe bestoj uroj gjithë panelin, se ndoshta... Kemi vënd digjot i ndërtusin. Ndërtusi po mban këtë vënd. Po, mos ishin ndërtus të këshim vdekër. Se janë ndërtusit edhe ata që bëjnë shpipirat. Po Rama, e di këtë gjë? Së është gjithë punëtore. Unë e di apse se di, unë as duhet ja di fare që ato Rama. Unë di qartë e mund. Faleminderit edhe njerë, ju uroj këti paneli, po dhe ju të nderuar teleshikues, do jemi edhe nesër së bashku, po uroj panelistët Krishtlindje të mbara dhe vit në ri bashkë do të ritakohemi nesër me një tjetër temë. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.